Me mbrëma ndëruar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion si çdo të hënë, marrë në kurën 22:15 minuta dhe të njëjtën në orën 21. Ekipi kombëtar i Shqipërisë ka mbritur në aeroportin e Beogradit, prej aty është vendosur në hotelin Crown Plaza, ku pritet, pra ku po përgatitet për ose ku po qëndron përpara ndeshjes së nesërme kundër ekipit të Serbisë. Është një ndeshje e cila ka kaluar mbas shpinësimeve, po shihni imazhet e mbritjes së ekipit kombëtar të Shqipërisë në aeroportin e Beogradit. Masat e sigurisë, sipas informacioneve që kemi marrë, qoftë me telefona apo qoftë dhe nga kontaktet e drejtë për drejta, kanë qenë tej mase të shtuara, kanë qenë forcat speciale të ushtrisë, policisë serbe që kanë shoqëruar ekipin kombëtar të Shqipërisë me një numër të madh makinash policie dhe makinash ndërhyrjes shpejt. Njëkohësisht masat, sipas gazetarëve tanë që janë atje, janë të njëjta me ato që do të aplikojë Serbia 3 ditë më pas për mbritjen e presidentit rus Vladimir Putin. Por e gjithë rruga nga aeroporti Beogradit deri në hotelin Crown Plaza ka qenë e bllokuar nga qarkullimi, asnjë makinë nuk lejoi që të lëvizte. Ekipi gjithashtu ndodhet në një rrethim shumë të madh të sigurisë, por duket se atmosfera në Beograd përtej pjesës mediatike është e qetë. Tifozët cilët janë pyetur, pra njerëzit që janë pyetur me Vox Pop në rrugë, nuk përcjellin tensionin që duket se qarkullon në drejtuesit sportiv, por edhe ata politik të Beogradit. Po pse ky tension dhe përse ndeshja Serbi-Shqipëri, përveç faktit që luajnë dy ekipe, Shqipëria kësaj here ndër dytë më të mirë, pra ndër dytë parët e grupit në klasifikimin deri tani, ndërsa Serbia një nga pretendentët kryesorë të grupit, përtej kësaj është një ndeshje e cila duket se i kalon për masat e thjesht futbollit. Po shndrohet në një ndeshje ku dhe titulli që ne kemi vendosur është Serbi-Shqipëri më tepër se futboll me pikpyetje, lutem me pikçuditse, për arsye dhe të raporteve të tensionuara midis dy vendeve. Edhe pse dy vendet nuk kanë luajtur që prej vitit 1967, kur ish Jugosllavia e atëhershme ka fituar 4-0 ndaj Shqipërisë, ka fituar 4 nga 5 ndeshjet që ne kemi zhvilluar midis dy vendeve, tensionet pra kanë vazhduar të ruhen. Kanë vjuar të ruhen edhe pse ka pasur disa kontakte, edhe pse ka pasur disa momente. Në vitin 1987, flamurtari i Vlorës u ndesh me Partizanin e Beogradit, në Vlorë dhe më pas në Beograd, në të njëjtin stadium, eksaktësisht ku nesër në mbrëmje ekipi kombëtar i Shqipërisë do të përballet me ekipin e Serbisë. Sportistë shqiptarë të niveleve të ndryshme kanë garuar. Unë kam njërin prej tyre që ka garuar në stadiumet e Beogradit, por gjithsesi tensioni vjen mbetet i madh. Ka dhe një arsye në këtë drejtim që shkon përtej pritshmërive dhe natyrisht po krijohet një mobilizim që shpeshherë duket se po i kalon për masat e futbollit. Ma nxirr pak ekipin kombëtar të Shqipërisë, nga 22 përfaqësuesit e ekipit kombëtar të Shqipërisë, të cilët ndodhen sot në Beograd, foton e ekipit lutem. Jo, foton siç e kishit. Nga 22 lojtarët e ekipit kombëtar të Shqipërisë, të cilët vendos që kanë udhëtuar sot drejt Beogradit, foton e madhe që kanë udhëtuar sot drejt Beogradit, 13 prej tyre janë shqiptar të Kosovës. 13 prej tyre janë shqiptar të Kosovës, 9 janë shqiptar të Shqipërisë, përbëjnë kombëtaren shqiptare cila do të luajë nesër. Duket sikur luan kombëtarja A e Kosovës në një farë mënyre me ekipin e Serbisë, gjë që e ka rritur tensionin, si dhe masat për të mos ftuar dhe për të mos marrë tifoz, pra për të mos u ftuar tifoz midis dy ekipe. Për të diskutuar mbi këtë çështje, un kam ftuar disa persona. Emisioni do të jetë në 3 rrafshe. Në rrafshën e parë do flasim diçka për ndeshjen, për situatën, për atmosferën. Do fokusohemi tek një ndeshje që sikurse thash, ka lënë gjurmë në historinë e sportit shqiptar, por besoj ka lënë po gjurmë në Kosovë, që është ajo midis flamurtarit dhe Partizanit Beogradit në vitin 1987, dy protagonistë asaj ndeshje të dy ekipeve të kundërta janë sot në studio dhe në pjesën e tretë do flasim se çfarë po ndodh realisht me këtë situatë dhe pse duket sikur kjo ndeshje po i kalon për masat e një ndeshje futbolli dhe po kthehet dhe në si një çështje pak më politike. Për diskutuar thash mbi këtë çështje, un kam ftuar 6 persona, duke nisur 7 dhe dikush edhe një lidhje drejt për drejt, zonjën Klodiana Shala, kampione e Shqipërisë në vrapim, e cila ka garuar në stadiumet e Beogradit. Mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Ka qenë kaq tension stadiumet e Beogradit kur ke garuar? Sa mbaj mend unë. Me simbolet shqiptare ke garuar? Absolutisht, po. Gjithmonë me simbolet shqiptare. Para 2000-shit, unë mbaj mend, kam qenë në një aktivitet në Beograd dhe nga tifozat e Serbisë jemi gjuajtur me vezë dhe domate. Nga tifozat serb? Nga tifozat serb. Pastaj vitet më mbrapa në Novi Sad nuk kemi pasur probleme, por më dha një trishtim jashtëzakonisht shumë të madh pritja e ekipit tonë të futbollit, me polici, maska të papara, sepse neve gjithmonë japim paqe
Po ajta marrësh vesh, nuk duket aq pa që ishin forcat speciale ato që i shoqëronin. Absolutisht. Fadil Vokri, presidenti i Federatës Kosovare të Futbollit, njëkohësisht një prej simboleve të futbollit të Kosovës, ka luajtur eksaktësisht dhe ka qenë një prej lojtarëve më të mirë, pra një prej ikonave të Partizanit Beogradit në vitin 1987, kur u ndesh me Flamurtarin e Vlorës. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, zoti Vokri. Dritan Shako Hoxha që ndodhet të moment në Beograd, sa po kanë nxjerrë një foto ku thot që Fadil Vokri thot është akoma sot në stendat e stadiumit Beogradit. Po, kjo është ndoshta një merit e cila ka qenë në kohërat e kaluara, dhe sigurisht që duhet respektuar ne si sportist. Dhe e kaluara nuk fshihet kollaj. Sigurisht që nuk fshihet kollaj dhe s'kem që të thamë tjetër. Ka qenë tensionuar situata kur ka luajtur ekipet shqiptare me ato jugoslave? Po, sigurisht që kur ka qenë në pyetje ekipet e Kosovës në raport me ekipet Serbis, pavarësisht se ishte një shtet i përbashkët, gjithni ka pos situatat të tilla, ndoshta jo të tensionuara sikur në mos të sodit. Po. Mirë, po sigurisht mua më kujtohet më heret në i shtetin Jugoslav, kur ne kemi mposhtur Zvezdën në Beograd. Në 1983 më shkruajnë 14 tetor 83 3-1 Prishtina kundër Crvena Zvezdës. Ka qenë rastësi apo e mundit në njerëz? Jo, nuk ka qenë asesi rastësi, mirë po ka qenë një fitore e madhe, dhe pastaj edhe shumë tifoz kanë mbajtur edhe burgje në atë kohë, me të ardhur nga ndeshja pas përfundimit të ndeshjes në Beograd kundër Zvezdës, sepse tifozët tanë ishin në stadium në Marakanës dhe ne fituam 3-1 dhe pastaj me njerë të nesërmen, ata tifoz shumica që kanë qenë shkollet e stadiumit, janë burgosur me të ardhur në Prishtinë dhe me njerë kanë qenë të denuar, kinë se atë ditë rastisht ka qenë edhe ditëlindja e Enver Hoxhës. Kjo ka qenë një koincidencë. Një koincidencë. Vokri, e mban mend ndeshjen me Flamurtarin? Po si jo. E mban mend? Po. More një penallti, edhe stimulova aty më duket. Nuk të preu fare Kreshnik Çipin mos gaboj. Po. Dhe bërë edhe një gol me kokë. Po. Po përpara se të vinit u duk sikur po merrte ndeshja përmbar, po ndodhi diçka që akoma sot shumë prej tifozëve në Shqipëri e kujtojnë me zërin e Vladimir Grillos. Numri 4, lutem. 4. Dhe Kushta, brenda zonë. Kushta kërkon aftësi për të ditur foto, ka quajtur gol dhe gol. Gol. Ekipi i Flamurtarit ka shënuar. Një gol i shkëlqyer i Kushtës. I mrekullueshëm. Një goditje e fortë. Dhe shpresat e Partizanit për në turnin e dytë të tasë shuhen, pra 2-1, i mrekullueshëm, i shkëlqyer goli i Kushtës. Kemi emocione të dashur telespektatorë kur pamë të gol jashtë të bukur të Kushtës, i cili e son kështu rezultatin 3-2 për Flamurtarin, duke patur parasysh edhe ndeshjen e parë. 2-0 ndeshja në Vlorë, 2-1 tani këtu në stadiumin e klubit sportiv Partizanit Beogradi. Rezultati i përgjithshëm 3-2, minuta e 32 e pjesës së dytë të ndeshjes dhe Kushta ka shënuar për Flamurtarin e Vlorës. Edhe atere Flamurtari nuk kishte tifoz në stadium, apo jo, nuk kishte, se kusht linte dilje, e mban mend golin e Kushtës. Po, si jo, duke marrë parasysh edhe sistemet e atëhershme, edhe në Shqipëri, edhe në Jugoslavi, ku kanë qenë hermetikisht të mbyllur edhe kufit, ka qenë shumë vështirë me pas shikus të njerëz. Unë kam qenë student, po mbaj mend që të mora aq i natë tek ajo penalltia që stimuloje dhe mu duk sigur e kishet vështirë të luajë kundër një ekipi shqiptar? Kjo ndoshta ka qenë ndeshja më e vështirë në planin emocional. Më e vështira? Gjithsesi. Përse? Po nga vetë situata ne atëherë unë kam pasur edhe familje në Kavaj. Kishe kushërit të Kavaj, po? Dhe ne, kur erdhëm në Vlorë, duke morë parasysh, si thash edhe më herët, të dy kufit të mbyllur hermetikisht ka qenë shumë vështirë. Kërkove ti takoje kushërit? Po, absolutisht edhe ata kanë ardhur dhe ne kemi qenë të vendosur në Vlorë dhe kanë ardhur te hoteli ku kemi qenë të vendosur, atje te villat lart, në atë kohë, dhe
duke i falenderuar edhe trajnerit të atëhershëm të Partizanit Faredin Jusufit, që nuk është shqiptar mirë, po është Gorani i Gorës e Prizrenit, edhe ai më dha leje që të dalë dhe të takohem. Lëvizje lirë shumë? Shumë lëvizje në atë moment lirë shumë, me qenë se ai ishte njeriu kryesori cili e mundësoj. Jo, a lëvizje lirë shumë them, apo të kontrolonin kur lëvizje? Jo, kur kemi orë, na kemi pas kontrol edhe andej edhe këndej kufirit. Kështu që ka qenë mjaft vështirë. Po emocionalisht ishte ndeshje fort. Në fushë ke pasur përballë një flamurtar që ka qenë ndër ekipet më të mira që kanë nxjerrë ndonjëherë Shqipëria, përfaqësimin ndoshta më i mirë i Shqipërisë, e kualifikuar deri në raundin e 3 të Kupës UEFA-s në vitin 1987, me njëherë kësaj mundi Partizan e Beogradit, mundi Vizmuta Uen e Gjermanisë Lindore, u mund nga Barcelona, me cilën kishte luajtur dhe një herë më parë, ndeshjet e fundit, pra ishte një ekip që ishte në kulmin e saj. Qëndër sulmuesi i flamurtarit Vlorës, një nga futbollistët simbol të këtij ekipi ishte Vasil Ruci. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, Ruci. Ishte ndeshje që kalonte dhe ajo si ndeshje e sotme për masat e thjesht një ndeshje. Pa dyshim, ajo periodi ishte... E ndjenit realisht se çfarë peshe kishte, apo për ju ishte njësoj? Jo vetëm aq, po kur na nisën, të vajtur në Beograd, na thanë nuk është vetëm thjesht një ndeshje futbolli, po është edhe ndeshje politike. Sepse kuptohet sistemi. Po çdo i bëni ju politikës? Po kujton çdo i bënim ne politikës. Do mundim Jugosllavi. Edhe padyshim përgjegjësia që shumë herë më e madhe se sa tani. Tani është normalisht një futboll, një shfaqje e cila unë besoj që ishit pa tifoz? Jo, kishim ja ca shofera që erdhën nga Austria. Kishit ca shofera? Erdhën ja 2-3 shofera për të parë ndeshjen nga Austria. Edhe unë djetë mirë se të paktën nuk ishit fare të muar. Pastaj kishim dhe vokrin akrau tjetër që cilët e kishim si prizë, në ngrohtë e qitë se loste me kundërshtari. Kishit shpresë si do ju linte ndeshje, në? Jo, të penaltia, tani dhe da kërkoj të falurin bas 30 vjetës, sepse të stimulimi penaltis të kanë shara të ambrojësit tanë, dhe tani do të kërkoj të falur për shok të... Do të shohim penaltin, të lutem, që të bëjmë gati për ta parë çfarë ka ndodhur tamam. Kjo është shumë interesante, sepse kemi me komentin e televizionit të Beogradit të asaj kohë, është materiali numur 3. Do shihni dhe stimulimin, është ndeshja në Beograd, dhe stimulimin e Bokrit. Mislim da je pomalo nesportski od njih što nisu prišli svojim sportskim rivalima da ih pozdrave, da im čestitaju. Poraz je Holand, ali sve se mora... Vučićević. 2:0 Vokri. Vučićević koji je danas zadao mnogo muka svom čuvaru Rociju. Ko zna koji put ga je sjajnim driblingom obišao, poslao još bolji centar šut i Vokrit prvi put je izmakao pažnji svoga čuvara Taha. Kušta, jedan protiv trojice, Kušta i Radanović. Evo prilike za šut i 2:1. Strahovit udarac Kušte, prvi šut prema mreži Partizana i 2:1. Strahovit udarac i lopta je pogodila sam Rogalj. Tamo gde se spajaju stativa, pogledajte i prečka, tu je Kušta obišao Radanovića, tu je prošao kraj Đorđevića i zatim strahovitim udarcim, pravo je to Đule bilo i to ne bi moglo da odbrane dva golmana. Rezultat je sada 2:1, velike muke za Partizan. Evo Kušta, naravno presrećan zbog ovog sjajnog pogotka, ali eto to je. Çfarë thot për Kushtën serbisht, se unë se kuptoj dot? Për Kushtën thot që të kishin qenë edhe 2 portierë, nuk do ta ndalnin. S'do ta ndalnin dot. Edhe Kushta 10 herë ta kishte gjyta top, nuk e fuste më aty ku e futi. Kam përshtypjen. Sokol Kushta është kthyer në Beograd mbas 27 vjetësh, po shoqëron ekipin kombëtar të Shqipërisë. Kam përshtypjen edhe pak për të trembur, Ruci apo jo? Mase është për këmbar. Është për këmbëmbar. Si ishte atmosfera në Beograd kur mbritët? A ishte entuziasm i madh. Kam parasysh një stadium i mbushur plot e për plot. Nuk pushuan në asnjë moment deri në momenti i golit Kushtës, pastaj pam një heshtje vari. Pastaj s'pat. Nuk po e pretendoj. Po mbas ndeshjes atmosfera?
Mas ndeshjes ka një të bukur këta. Po? Ta tregoj këtu apo jo? Po, tregoj të gjitha. Mbas ndeshjes... Tregoj se mbas e na ecin barë sot, se nesër s'dim që do tregojnë. Mbas ndeshjes nuk kishin ardhur tifozat dhe nuk i lini të dilin nga stadiumi. Po. Sepse kuptohet acarimi tifozave njërën tjetër. Dhe Smajç i kërkon në uniformën një policia, aman, ma epë qik uniformën i tha të dalë se nuk dalë dot. A nuk linin lojtarët e Partizanit? Nuk linin lojtarët e Partizanit. Ju mbyllën brënda, Fatin? Ju mbyllën brënda. Edhe Smajç vesh kostumin e policit. Dhe si përfundim mes turmës del. Kur del për jashtë atje takon një plak me një bastun, i thot, aman, do me dhe qik der nga krau tjetër, po të e thun, i thot, edhe kur e odhi nga krau tjetër, falemderit Smajç, i tha kjo plaka. Ua, nga më njeku. Edhe vetë e plak, ku më njepë ngoti? Po unë jam katanjës, tha, jam shyrë si plak. Edhe këta skandal. Ishte vërtet ju, kur u këthyet, ju lanë rahat ato që i këshit blerë, ato gjërat e vogla? Na i morën gjitha në dogan, po qa. Jo, a morën gjitha në dogan, dhe në asko. Nuk patët asnjë. Baba i ti vetëm në shpëtoj. A i në tha, i lini quna të kaloj. Andi Bushati, mirë mbrëma, mirë s'keni ardhur. E mban më ndeshën e Flamurtarit? Po, e mbaj më. E mban më mirë? Po. Ishte Flamurtari shumë mirë, apo ishte dhe rastësi pak? Flamurtarin Vlorë ishte shumë mirë. Këtu ishte pa tjetër dhe rastësi, se lojën e dominoi Partizani. Flamurtarin Vlorë, po, duhet kemi në mbas shpinës time mund t'jepni nga momenti i Flamurtarit në Vlorë. E dominoi, por nuk arriti të kualifikohet. Në fundit kualifikimi është kryesori. E buajtët shumë Vokri s'kualifikimin? Jo, dhe në të mos, sepse ne ndeshjen e kemi humbur në Vlorë. Po. Kjo është momentin i ndeshjes në Vlorë. Partizani ka luajtur atje shumë dopt në Vlorë. Po, dhe përjetoj me të njëjtën ngarkesë, një ekip shqiptar kundër një ekip jugoslav? Tash, unë ndoshta më vështirë ka qenë për mua. Po. Personalisht. Jo, flasë shtypi, tifozët? Shtypi ka qenë duke marrë parasysh tensionet dhe sistemet që kanë qenë të atyre kohërave. Unë kam qenë edhe i befasuar që nuk kanë qenë edhe ashtë të këqija. Nuk kanë qenë ashtë të këqija komendet e shtypit? Jo, nuk kanë qenë ashtë të këqija. Po kërë u ktheve në Kosovë, pa dhe probleme? Jo, po normal, tash ne jemi profesionist dhe sigurisht që në ndeshje të tilla edhe e përfaqësojmë edhe popullin. Pavarësisht, unë kam qenë edhe në Beograd, kur kanë qenë edhe kufit të mbyllur, kam qenë një përfaqësues i denj i gjithë shqiptarëve. Po. Dhe po do të ishte ndryshë. Sa ndeshje ke luajtur për përfaqësuesen e Jugosllavisë? Kam luajtur 12 ndeshje. 12 ndeshje me përfaqësuesen e Jugosllavisë. Kam shënuar 6 gola, çdo 2 ndeshje gol. Çdo 2 ndeshje një gol. Dhe mendoj që duke qenë shqiptari i vetëm, i pari dhe i fundit fatmirësisht, që kam luajtur për reprezentacionin e Jugosllavisë. Luajti dhe Koznikun mos gaboj? Jo, për Kroacinë pastaj ka luajtur. Për Kroacinë bravo, nuk luajti për Jugosllavinë. Jo, për Jugosllavinë vetëm unë kam qenë shqiptari i parë. Ke qenë shqiptari vetëm në ekipin e Jugosllavisë. I pari dhe i fundit, fatmirësisht. Jo, fatmirësisht i fundit, se s'kishte ku të shkonte më. Po them pas përbërjes së Jugosllavisë i fundit. A është ekipi, se marroj me prezantimin dhe kthejmë. Pret Zogaj, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Ju ishit ata që hodhët tezën që ndoshta po teprohet pak ideja e shndrimit futbollit në politika, apo jo? Një farë mënyrë po, por e mori këtë dimension. E mori? E mori këtë dimension. Nofta ishte dhe pa evitueshme, sepse është vetë historia e tij. E marrëdhënien mes dy vendeve. Kreshnik Spaiu, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Mirë mbrëma. Je tifoz futbolli, e mban mend ndeshjen e Flamurtarit? Jo vetëm që mbaj mend ndeshjen e Flamurtarit. Ke dhe emrin e forcës si përfaqëson e ke si flanelat e Flamurtarit? Por mbaj mend edhe ndeshjen e Prishtinës me Crvena Zvezda në atë periudhë. Ku e mban mendi? Pas ke parë Jugosllavin? Jo, e kam dëgjuar në Radio Prishtina në atë periudhë, ku tifozat shqiptar brohorisnin EO me 2 inicialet e Enver Hoxhës, gjë e cila tregon që për dekada kjo përballje mes shqiptarëve dhe serbëve përveç koperturës sportive, gjithmonë ka pasur edhe në thelb një sfidë politike shumë të fortë. Po ndeshja e mban mend kishte tension? E përjetoni me thua apo? Po. Absolutisht që ka shumë tension, ka shumë barsje dhe besoj që edhe pas 30 vitesh emocionet janë po aq të larta sa 1983. Mendon që u te kalua pak dimensioni sportiv i kësaj ndeshje që pritet luhet nesër? Jo, absolutisht. Pritja që i është bërë sot nga shteti serb, kombëtarës shqiptare, sikur të jetë kombëtarja ISIS-it,
sepse është pritur me maska, në një terror të plot, në një terror ku është shumë e vështirë të kuptohet që rreziku mund të jetë aq i lartë, gjë e cila simbolizon që nacionalizmi serb është dhe nacionalizëm Serbia ka pasur institucional. probleme dhe me Francën dhe me Italinë të paktën në 2 ndeshje, domethënë është një gjë që lidhet në përgjithësi me nivelin e tifozëve. Gjithsesi çuna toni shohim të qetë, kështu që nuk e kam kaq problem. Ja Klodiana mund t'japi një argument më shumë, kurse si nuk mund të justifikohet ajo pritje me 4.000 policë me maska, Jo, 4.000 policë, të cilët e kanë vënë në gjendje absolutisht... Mos i shtot zerot. Po disa rrugë të Beogradit janë të blokuara. Ajo është për kujdesje, për mos me pasur. Se kishim ne me papën që e pritëm me 10.000 policë. Atëre që ishim kundër papës ne. Sepse nuk ka Është për kujdesje. Nuk ka asnjë paralele, ata policë ishin më shumë të huaj se sa shqiptar për papën, ndërkohë që atmosfera që është krijuar në Beograd është një situatë shumë presioni për kombëtaren shqiptare. Përse? Përse, sepse në momentin futbolli nuk luhet vetëm në 100 metra fushë të gjelbër. Ku luhet? Futbolli është një kompeticion i cili shoqërohet edhe në shkallë, edhe në televizione dhe në ekranet në sytë e miliona njerëzve. Dhe në momentin kur janë vendosur bariera... Një minutë se doli penaltia Dokrit. Shive 1 minutë. Fadil, shife vetë, edhe ti dhe Vasili. Jo, kjo s'është kjo. Nuk është kjo, jo. Jo, s'është kjo penaltia. Prit. Nuk ta gjejnë do penaltin vezi, po vazhdo bisedën. E pash vetë penaltin. E keni penaltin apo jo? Ma qote momentin penaltis. Po disa herë pas ke provuar Fadil të rëzohesh. Është stili. Si Ruben. Kaloje se se ke... Jo, e kam e se Pjesë e këtu. dytë. Ma gjeni penaltin, nëzirë një penaltin, se unë nuk mund të rri 5 minuta të gjej momentin e penaltis. Po, Krishtin. Do betemi të penaltia? Vazhdo, jo, për këtë që po flisje, po doli penaltin për Beogradin. Po thoshe nuk luhet brenda 100 metra katror. Po, nuk luhet në 100 metra katror. Në momentin kur shteti dhe qeveria serbe ka një javë që deklaron që mbyll kufit, në radhë parë mbylli për shqiptar të Kosovës. Pastaj mbylli për çdo shqiptar dhe pasaportën shqiptare. Pastaj djeu dha një njoftim nga policia serbe ku tha nëse do demonstrojnë simbolet shqiptare, do ndalohen dhe do shoqërohen polici personat me flamur shqiptar, simbol kombëtar shqiptar. Atëherë, nëse Serbia është e pavë të garantoj një ndeshje futbolli për te fushës blert, atëherë le të bëhet në një fushë asjanse. Dhe shteti shqiptar nuk duhet heshte përballë kësaj situate duke lënë 22 lojtarë si jetim atje në mes Beogradit. Po, sigurisht që ka shteti, sepse shteti shqiptar u angazhua 100%. Sa herë është angazhua kanë qenë Shteti shqiptar Blendi u angazhua 100% në Ballokume Arena para 3 ditësh, duke demonstruar sa para që kishte hedhur për treguar elektoratit që po investojmë. Dhe gjithë tribuna u mbush me qeveritar, ndërsa në Beograd shteti shqiptar po e çon kombëtaren tonë tërësisht pa përgatitur. Të shkonte shteti dhe në Beograd për të qenë tribun. Po shkon shteti. Pas një jave Edi Rama është i ftuar special. Se kam dhe një prezantim. Ka një problem që është. Pavarësisht se tendenca ka qenë që për ta mbatur këtë ndeshje jashtë presionit politik, si një ndeshje futbolli, dhe në fundit kjo gjë duhet bërë që ata të mos ndjenë presion më shumë se sa për një ndeshje futbolli. Por e ka këtë dimensionet, sepse Serbia, për mendimin tim, ka humbur një shans, ka dështuar për të organizuar një ndeshje normale me praninë një numri qoftë dhe modest tifozësh nga ekipi pritës. Dhe në kontekstin kur prej disa vitesh bëhen përpjekje që të normalizohen marrëdhëniet mes dy vendeve, në nivelin politik ka përpjekje që të lihet mrapa shpine një e kaluar shumë e hidhur, pa pritur vjen sporti, i cili ka një tradit tjetër dhe e kthen mbrapa këtë proces. Në gjithë të historinë, me sa unë Vasili është këtu edhe Fadili, ne edhe Klodiana, sporti si rregull ka hapur dyert të mbyllura të politikës, të historisë, traditës. Ka qenë sporti që i ka hapë. Tani për herë të parë, vim tek një ngjarje ku sporti mbyll dyert
që po përpiqen t'i hapin të tjera. Absolutisht, Dhe kjo është shumë e drejtë për këtu ka dështuar federatë, tani janë arsyes politike. Ne kemi mundësim për të treguar qytetarin tonë. Sportive, sepse ata kanë interes që zhvillojnë një ndeshje pa prani tifozash. Historike, që lidhen me rendin. Unë jam dakord me Kreshniku një gjë, që nuk ka arsye, shumë mirë që i mbrojnë, por nuk duket se ka një atmosferë, duket se më tepër është një presion psikologjik. Presion kujde? Pra, presion psikologjik i bëhet natyrës njerëzore, duke e kaluar në për një mori, në një atmosferë ngrysur. Por, për ta finalizuar arsyetimin, do thosha që Federata Serbe, vetë FIFA që u morë me këte, në kanë humbur një shans të madhë, e kanë kthyer për mendimin tim me këte neshje, këte procesin shumë prapa. I kanë heqë shien dialogut politik, se mas disa ditësh do kemi dialog politik. Po jo, deklaratat tona kanë qenë përtej sportive. Blendi, në gjdo ndeshje, me gjithate, trajneri i Serbis ishte i befasuar sot, biles me presionet e shtypit. Edhe sërbë se thoshtë që shkuptojt në ndeshje futboli është, po luajnë për 3 pikët. Me gjithate, unë do them këte gjë. Do të dëshironin që sportistët tanë, do të mos e ndjenin fare këtë lloj presioni, të futen dhe të lozin ndeshje futbolli. Dhe ta përjetojmë gjithë edhe rezultatin si ndeshje futbolli, se pavarësisht si mund dalë. E para, dhe e dyta, unë mendoj që Serbia duhet marrë përgjegjësi për këtë gjë, sepse kjo nuk është kaq e thjeshtë. Dhe duket se edhe mjedisi shoqëror, shoqëria civile serbe nuk është dakord me këtë embargo që i kanë bërë tifozëristë. Jo, në çdo ndeshje të Champions League-s, vetëm një sekondë. Në çdo ndeshje të Champions League-s, eliminatoreve të kampionatit evropian, kampionatit botëror, gjithmonë kemi një spot televiziv ku hapen ndeshjet. Dalin yjet e futbollit, Ronaldo, Messi, Robben, gjithë dhe japin mesazhin kundër racizmit, no racizm. Absolutisht, shumë shpeshherë kam thënë që ne jemi ambasador të paqes dhe gjithë demonstrimi që ka bërë shteti serb në përgatitjen e ndeshjes së nesërme është një racizëm i pastër anti-shqiptar. Bushati, një minutë. Po, thue. Mi që është me sportin? Po. Për posë rëndësis, që është ndeshja, normalisht dhe djemë tanë do japin maksimumin në ndeshje nesër, por kjo është një shansë shumë i madhë për ne, për të treguar qytetarin aty nesër në ndeshje, paqe. Ekipi thuati që është në fushë. Absolutisht, ne prap, nesër janë ambasador dhe përfaqësues për Shqipërinë, jo, absolutisht. Për të pasur gjakfatësi aty brenda, asgjë më tepër, sepse kush kemi apo nuk kemi. Se ka rrezik këtë shqetësim dhe në fushë? Absolutisht, sepse do jetë pak emocionale ajo pjesë, duke mos pasur tifoza, ne kemi një shansë shumë të madh nesër për të treguar Europës që neve mund të hymë. Vasili, gjithë jetë në vetë 3 tifozë pas ka pasur në Beograd. Gjithë ndeshjet i ka bërë jashtë, ka luajtur në Barcelonë 2 herë pas një tifoz, apo jo? Ashtu është, po. Pa tifoz. Pa tifoz, Vasil, në thuj një... Unë do të thoshe vetëm një gjë. Më falë, të prevaj fjallë. Unë do të thoshe që kjo ndeshje do të jetë një hap i madh për ne, për marrëdhëniet që do të lindin. Është një hap i madh dhe futbolli do përcjell për mua, do përcjell paqe e nesërmja dhe jam i bindur që do të kaloj çdo gjë e qetë dhe mirë. Bushat, për atë që thap, një minutë. Po? Si pas me është qike fryre gjitha kjo, që ka një tension të madh ka. Tension ka gjithmonë. Për çdo ndeshje? Jo, tension ka jo vetëm për ndeshje. Unë u mora para disa ditësh me një lajm, ka vajtur Rona Mishliu në Beograd, i kam bërë protest. Po më kishte 5 veta që kishin bërtitur, por koncerti saj ishte zhvilluar normalisht. Vjen këtu Goran Bregovici, ka disa veta që bërtasin. Por të tjerët e duar trokasin në sallë. Pra, pastaj, se kë kap media dhe kë kap politika për të potenciuar dhe duket sikur po bëhet zhurmë. Zhurma nuk është reale. Zhurma nuk është reale. Ka një grupim plisash në Kosovë, ka një grupim tifozësh që mundohen edhe për vizibilitetin e tyre ta fryn pak situatën, por nuk është në një situatë. Po e fryn Kreshniku për të situatën. Kreshniku këtu po komenton fryrjen e tjerve dhe përfiton nga fryrje e madhe për të bërë politikë dhe Kreshniku. Andi gjithmonë del kundra? Unë besoj, dikush është problemi real këtu. Problemi real nuk është fryrja marrëdhëniet midis shteteve tjerë. Këtu ka një problem real që qëndron në
anomalinë e ekipit tonë përfaqësues. Pse? Sepse ne nuk kemi përfaqësuesen e Shqipërisë, ne kemi përfaqësuesen e Kosovës. Jo, edhe të Shqipërisë. 8 djem nga ata që do jenë në fushë nesër, do jenë nga Kosova. shqiptarë të Kosovës. Ata janë futbollistë shumë të mirë, po për fatin e tyre të keq, do t'i kërkohet që t'jenë dhe patriotë të mirë. Në Kosovë, që nga 99-a, njerëzit janë rritur me mitin e ushtarit UÇK-s që ka mundur Serbinë. Dhe atyre nesër do i kërkohet t'jenë Adem Jashar, jo t'jenë futbollistë profesionistë. Presionin mbi ata e bëjmë ne dhe sidomos e bëjnë ata në Kosovë që do i shohin si luftar kundër Serbisë. Jo si profesionistë futbolli që mund të mbasin, mund të fitojnë, mund të bëjnë detyrën e tyre dhe kur mbaron 90 minuti kthehen në shtëpi. Këtu nuk ka një situatë fryrë, po të them. Kush ndjehet keq nga 8 përfaqësues të Kosovës në kombëtare? Ndjehet Serbia? Jo se ndjehet Serbia. Serbia nuk e ka, Serbia dhe mund ta ketë problem. Ju komentuat, Andi, ju komentuat që ka një problem që nuk shkon, se janë 8-9 lojtarë nga Kosova. Qa krijon kjo dhe kujt ja krijon? Kjo krijon, ta thash, Kosova, si pas mendimit tim në mënyrë të padrejtë, që prej vitit 99 është rritur me mitin e luftarit që ka mundur Serbi. Miti rem, komplet. Tani, gjdo kosovari kur shef një serb për para, i kërkohet luftëtari, jo profesionisti. Pas saj logjike, shqiptarët e Kosovës janë më tifoz nesër se shqiptarët e Shqipërisë. Këtë do të thoshti. E marrin më emocionalisht ndeshje dhe ata lojtarë që pjesa me madhe e tyre. Po kur kemi luajtur me Greqin, ka qenë UÇK-ja, apo ka qenë UÇK-ja që ka mbarës emocionalisht? Emocionet kanë qenë paq të mëdha kur kemi luajtur kundër Greqisë këtu, apo kur kemi luajtur në Athinë? Nuk mendoj që janë mbarsjen politike e ka bërë qeveria serbe. Po ku e ke mbarsjen? Po të ke një deklarat policisë që thot, po valvitet flamur apo simbole shqiptare, arrestojnë. Ky është racizëm i pasër. Në cilin stadium të botës ndodhë kjo gjë? Unë nuk e kam dëgjuar Po e ke cituar me emër shefin e policisë Beograd. Po dojgjët flamur shqiptar, do keni probleme si që çdo vend, ata kanë vrarë dhe francezore, tifozët serbë, dhe është bërë nam i madh. Tifozi është tifoz, ka huligan, ka kudon gjithë botën, dhe duhet të ndajmë tifozin nga nacionalisti. Ti do t'i bashkosh shpesherë se të leverdis dhe nacionalistin dhe tifozin, por... Tani ti bërë një analizë krejt gabuar, dhe pse bërë? Ti jep ngarkesë politike... Unë s'po jap ngarkesë politike. Pjesëmarrjes kosovarëve në kombëtaren shqiptar. Jo, absolutisht, unë i shoh si profesionist. Ata na i merr Fadilin e kështu si A din ti anë që shteti serb i jep pasaportën serbe çdo serbi në origjinë. Qoftë ky që të ketë jetuar në Malzi, në Kosovë, kudo që të jetojë. Pra, ato që nuk e bën shteti jonë, shteti sërb e bën me çdo sërb, edhe sikur të ketë lind në Australi. Pra, pse ne nuk e kemi kompleksin nëse ai është sërb origjina apo është sërb i lidur në Beograd. Pra, analiza është tërësisht e gabuar që të vishet me ngarkesa politike. Imja mund t'jetë e gabuar, po me këto që the sot dhe asnjë poshtë, po gjithsesi e gjykoj. Një minutë, kam në lidhje në përfaqësimin e tyre janë më nacionalistë se ne. Zoti Vokri, po. Unë mendoj që kjo është ma komplekse, kjo bisedë dhe kjo komentime që po i bëjnë. Mirë, po mendoj që ne është e vërtet që kjo nuk është e mirë, sepse futbolli luhet për shikues, dhe është kishte qenë e mirë dhe rrugës që të gjithë shikuesit e dy ekipeve të jenë në tifoz. Mirë, po nuk ka ndodhur, atëherë ne në këto raste duhet të jem gjaktoft dhe ta shfrytëzojmë këtë, sepse kombëtarja jonë mund të përfitojnë nga kjo situatë, pavarësisht që Kreshniku thotë që do të ketë presion mirë, po presioni ndoshta do të jetë më i madh te skuadra serbe, po flas në planin profesional. Përse mund të jetë më i madh? Sepse ata kanë 1 pikë, po, ne i kemi 4 pikë. Po. Dhe ata me dojmos duhet sulmojmë që të fituat ndeshja. Dhe në këto rrethona, ne jo se ju jeni kombëtare tjetër. Dhe në këto presione, po ne që të ne jemi kombëtare, mund të jetë kombëtare përfaqësuese si doni, mirë po atëherë nëse si thoni ju, atëherë ne pas mi desh me luftu më bu shtet hiç. Do të thonë, ne ndajte ende me Serbinë. Po, Vokri. Unë thash në planin profesional,
duhet ta shfrytzuar këtë kombëtarja jo, dhe me një mençuri, me një gjaktësi të përgjigjemi siç thanë edhe parafolësit në mënyrë të shtetërimit evropian dhe mos të bijmë prej e provokimeve. Të ta bëj pyetjen drejt për drejt, mendon që Shqipëria e mund dot Serbinë? Unë mendoj... Ti e njeh ekipin serb? E njeh ekipin serb, mirë po ekipi serb, unë nuk do ta quajë ekip sepse ka disa individualitete, personalitete që luajnë në klubet më mirë, po si ekip ende nuk është ekip. S'është ekip. Ndërsa tek ne funksionon ekipi, pa ndonjë klasë të madhe, ndonjë personalitet lojtari që thojmë pates mund të bëhet, Shqipëria gjithë në kontinuitetin edhe të eliminatorëve të kaluara është punuar dhe mendoj që si ekip është më kompakt. Është e vështirë të luash në stadiumin e Partizanit Beogradit? Jo, më se... Me të gjithë tifozët kundër? Jo, si çdo stadion, ajo për kundrazi, unë mund po them, mund të jetë një motivim shumë i madh për skuadrën tonë. Po, Vasil, do jetë e vështirë? Nuk është e vështirë për një arsye, unë them për një arsye s'është e vështirë, për arsye sepse ekipi kombëtar i Joni Lozin Elbasan. Ja fotoja, Fadil, ja ku je këtu? Kjo është, po, Vasil? Po. Se ekipi Jon Lozin Elbasan, Lozin me një publik për mua shumë të mirë, pa akustik. Sepse stadiumi Elbasanit s'ka akustik. Po, pra s'dëgjoshin thirrje. Asnjë gjë. Edhe stadiumi Beogradit më duket se kështu është. Dhe normalisht ekipi jon moralisht duhet jetë lart. Unë besoj se ai stadiumi Elbasanit është bërë më shumë politikisht shpejt e shpejt dhe pjesa më kryesore po nuk dëgjoshin, të vërtetë. Nuk ka akustik. E njëjta gjë është dhe Partizani më duket, e njëjta gjë është dhe Partizani dhe besoj futbollistat tanë nuk do të dëgjojnë asgjë. Do ta kenë mendjen gjithkohon ndeshje. Kjo që nga shumë interesante. Nuk e di. Ne kemi në lidhje drejt për drejt Ivan Gozdenovic, futbollisti i Crvena Zvezdës Beogradit që aktualisht luan në Shqipëri. Mirëmbrëma Ivan. Mirëmbrëma. E flet mirë shqipen? Po, unë flas shqip, jo shumë mirë, por kuptove gjithë. Atëre, me që ti flet shqip dhe unë do të flas tani. Si mund t'i them unë Ivanit mirëmbrëma, Fadil? Dobroveç. Dobroveçer, Ivan. Dobroveçer, Ivana. Si duket atmosfera e ndeshjes Serbisë me Shqipërinë? Ti e serb, luan Shqipëri, e një futbollin e dy vendeve. Po, unë jam tu 4 vjetë, unë jam tu shumë mirë. S'ka problem për mua. Për ndeshje nuk e di, unë mendoj vetëm për futbolli. Kush është më mirë në fushë të vitore. Ivan, kur erdhe në Shqipëri, kishe frikë, kishe paragjykime për Shqipërinë? Po, unë frikë pak. Unë do vitu... When I come here, I was afraid a little bit. Kishe frikë në atë kohë? Po pastaj? And later? Later, no problem, because I see that everything is normal here. It's perfect. Unë kam shumë mikë tu në Tirana, në Korça, and I was really enjoying here. Ka shumë mikë në Tiranë, në Korçë dhe e ka kaluar mjaft mirë këtu. Si duket Serbia? Është ekipi fort? Po, Serbia është ekipi shumë fort, ka lojtar shumë madh, por ka një problem. Cili është? Problem është sepse per momenti jo loj mirë edhe skuadra they are not together, they have good separate players. Pra, janë lojtar të mirë, po jo të gjithë bashkë, atë që tha dhe Zoti Vokri. Nuk luajnë së bashku. Po, edhe kombëtari Shqipëria është mirë sepse they play together, they play hard, and they have a harmony. Ata luajnë bashkë, luajnë fort dhe luajnë harmoni. This is two difference between two teams. Kush është futbollisti më i mirë i Serbisë, Ivan? Per momenti është Ivanović. Loj në Chelsea, është kapiteni në skuadra, edhe Kolarov. Po i Shqipërisë? Shqipërisë, Lorik Cana edhe portieri Berisha. Lorik Cana edhe Berisha. Edhe më falë, lojtari Gjaka, është shumë mirë. Gjaka i vogël? Po, Gjaka i vogël. Po, edhe lojtari who scored the goal, number 3, Lenjani, Ermir Lenjani. Po, shumë mirë lojtar. Të 4 nga Kosova, në e the, shqiptarët Kosovës. Po, lojtari mirë. Ivan, po atmosfera në stadium në Beogradit, ti ke luajtur atje? Po, unë luaj atje, stadiumi është plot,
atmosfera është e mirë, por është më mirë në stadium Crvena Zvezda. Është më mirë stadiumi Crvena Zvezdës, Po, më mirë. Fadil, është e vërtet? Por to është më mirë për mua jo. Për Fadilin jo, se Fadili është rraur në stadiumin e Crvena Zvezdës. Po. Ka shtypi sërb, si po e përcjell ndeshjen? Ka presion për ekipin e Serbisë? Po, ka presion, sepse Serbia loj 1-1 me Armeni, edhe tani është shumë vështirë for the national team. Yes. They must win if they want to stay in the game, how to say. Duhet fitojnë që të mbeten loj, në të kundërt kanë probleme. And they have a big pressure from Tifoza, from journalists, from everybody, and we're gonna see tomorrow. Kam presion nga futbolistët, nga shtypi, dhe duhet të shohim nesër. Me që jeton Shqipëri e njeh më mirë se kushdo tjetër këtu Serbin, si e mendon ndeshjen nesër? Sa del? Mos ja bë këtë pyetje. I didn't understand you very well for the question, sorry. Could you tell me one more time? I'm really sorry, shumë më falë. Jo, nuk ka problem. Rezultati nesër për ty? I would like to win Serbia, of course. But let me say, how I say on Albania, who is better on the field, he should win. Kush është më i miri në fushë, ai do fitoj. Se shpresojmë atëre. Ivan, falenderoj shumë. Faleminderit juve shumë. Fadil, kush është më i miri në fushë do fitoj. Ivani ka luajtur për Crvena Zvezdën, ka luajtur për Tiranën, për Korçën, luan në Shqipëri, asnjë problem nuk ka. Po, shqiptarët gjithë kanë qenë mikprica. Ne kemi treguar paqësi. Dhe kështu që gjithmonë paqësor jemi. Nuk ka një problem. Mikpritës. Më lidhni pak me Dritan Shako Hoxhën, të lutem. Nuk e di nëse regjia mund ta ketë gati. Fadil, po ty si të kanë pritur në Beograd, mirë në atë kohë? Po, sigurisht që më kam prit mirë, duke marrë parasysh edhe historikun e klubit Partizanit Beogradit, sepse unë nuk kam qenë shqiptar i parë kur kam shku në Partizanin e Beogradit. Partizani i Beogradit gjithmonë ka qenë... Si nuk e qenë shqiptar i parë? Klub ka qenë Zenun Brovina, pastaj ka qenë Luan Prekazi, pastaj Gjevat Prekazi, pastaj unë, pastaj Kurtim Shola, domthon ka pos shumë lojtarë nga Kosovarë që kanë luajtur në Partizanin e Beogradit. Domthon është i vetmi klub që ka qenë i hapur për të gjitha nacionalitetet e asaj kohe në ish shtetin e Jugosllavisë. Fakti që vinit nga Kosova s'kishte ndonjë problem. Jo, nuk ka pas punë, por atë po them se ne domthon ata kanë shyrë në një farë mënyrë në anën profesionale, sepse ata janë shumë mjeshtër në këtë drejtim, kur kanë interes, ata nuk e shikojnë. Ish Jugoslavia ka qenë më fort se Serbia sot. Boro Ramizit ka qenë. Po, absolut. Ka qenë më fort ish Jugoslavia se sa Serbia sot. Sigurisht, atëherë tash nga i shteti 22 milion, tash kanë dalë 7 shtete tjera. Edhe të shtatat mira në futbol. Hiq Maqedoninë. Jo, domthon mirë, po megjithatë kvaliteti ka ra. Se nuk është cilësia e njëjtë, sikurse kur ka qenë Liga e parë e Jugosllavisë me 18 klube. Pra ka rënë kampionati vet i vendor, absolutisht. Vendor aty. Nuk e di se ma gjetët penalltinë e Fadilit? E gjetët, tani. Ja, Fadil, se nuk të ndaj me penalltinë. Flamurtari Partizani Beogradit. Jebi play. Sajt ishte. Këtë e quni simulim ju? Fadil, pas ke nejtë 5 minuta shtri kopë. Po, bëja pyetje Fadilit. Është simulim apo jo? Më thuj drejtën tani. Shiko, iku e duk. Partizani është përbës. Çfarë simulimi? Shive. Po s'është simulim. Vasil, kush ka? Kreshtik qipje ka prerë. Vina po që është lëhe. Offside është tjetër sen. Tani për offside nuk kërkon falje. Jo, offside është tjetër sen. Po që është penalti, është penaltie. Është e pa diskutueshme. Penalti është, Vasil, penalti është? Po jo, ka hequr topin. E shanë shumë atëre Fadilit. Ju i kërkoni si shqiptar të rezistonte, po i ka qenë si futbolistat. Do kisha një pyetje për zotin Fadil Vokri. Më bëni shenjë nëse Shako është në linjë. Personalisht mund t'jem nga tifozat më të ndjekur të gjithë karrierës tuaj futbollistike, që i vogël, që kur kam qenë 10 vjeç, keni qenë një idhull për mua dhe për shumë shqiptarë tjerë, por ka qenë një mit i cili ra ndeshjen Flamurtari me Partizanin e Beogradit. Arsyeja pse ra ka qenë shqiptari i parë në cilët u ndesh kundër shqiptarëve
dhe deri te I fundit që ka qenë Granit Xhaka, Shaqiri etj. Granit Xhaka ka bërë një gest të cilin unë bashkë me Blendin e shumë tjerë kemi ndjekur edhe në Zvicër, në Lucern, edhe këtu në Shqipëri, në të dy ndeshjet, pati mundësi të shënon të gol. Unë dhe Bushati të shkojmë dhe në Beograd nesër. Blendin, në të dy ndeshjet, Granit Xhaka pati mundësi të shënon të gol dhe nuk I shënoi kombëtarës shqiptare. Ju në Beograd I shënuat 2 gola flamurtarit, më falni, 1 gol dhe 1 penalti me stimulim. A keni pasur mundësi që t'i shmangnin këto 2 veprime në atë ndeshje? Nuk mund t'i thuhet profesionisht këtë dhe ta bësh profesionist. Unë ndihem keq, kam një peng, 30 vjeçar, kam fatin sot të mirë dhe të keq, që t'ja them përballë, atë që bëri Granit Xhaka para 1 viti dhe 2 vjetësh, a mund ta bëni dhe ju para 30 vjetësh? I dashur ka qenë profesionist, nuk mundet, derisa është në fushë. Unë vetë po çuditem me juve që një udhëhes që nesër pretendoni të udhëhesni politikën e Shqipërisë, të bëni kësi pyetje, sepse ju jeni për atë për trykuar ndeshje? Jo trukim. Jo, trukim është, në qoftë se ti... Ai nuk është trukim. Jo, nderuar, në qoftë se ti... Jo, s'është trukim ai. Ai është trykim tipik. Ai nuk është trukim, sepse atë... Në ana profesionale, vetëm lutem. Ai fillon loj për të fituar. Pra për ju, Granit Xhaka, I cili refuzoi të shënojë shqiptarëve, ka trukuar ndeshje. Dëgjom, unë vetëm ty po them, po ti po thuate, nuk e ka vërtetuar askush që ka dëshiruar, po s'ka dëshiruar të shënojë gol. Po vet Graniti... Edhe ti ndeshje nuk e ke po. A ke po ndeshjen Partizani me... Tash po kthehem në Vlorë. Tash unë ti më thua kështu. Unë kur kam shkuar në Beograd kam... Ju trukuat, ju keni marrë një penalti stimuluar, dhe ai që trukim. Jo, po ti po thuaj simuluar se ju nuk merreni shumë vesh me këto gjëra. Unë po vje keq. Po megjithatë, ajo është penalti klasike. Dhe unë po them, po çuditem sepse nuk është trykim. Mirë, po ti domthon në një farë mënyrë. Ti po I thua Fadilit pse nuk e lë ndeshjen? Pse nuk e lë ndeshjen? Ajo është... Jo, unë po them që ju të bëni të loj fair play. Shumë fair play unë e kom bon ndeshjen. Ndershme dhe drejt. Ju morët një penalti simuluar kundër shqiptarëve. Po jo bre, o zotri, ju po thoni që është simuluar. Ju më akuzuat mua për trukim. Jo, ajo nuk ka lidhje me simulim. Ju penguat. E dini sa I kishim premjë Penguam se referi e ka bu penalti, ajo është penalti. Është gati, ja 1 minutë. Kemi në lidhje Shako Hoxhën? Po. Shako Hoxha, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Blendi, mirëmbrëma të gjithë ftuarve, në mënyrë të veçantë legjendës futbollit zotit Fadil Vokri. Fadil Vokrit e kishe parë foton edhe në stadiumin e Partizanit apo jo? Po e ndodha te Instagrami im personal foton e zotit Fadil Vokri, por edhe të gjërat prekazët, një nga prekazët e mëdhtë të futbollit që ka dhuruar Shqipëria. Ishte këtu fotografia e tij, ta tregonin me shumë dëshirë të gjithë njerëzit punojësit e stadiumit të cilët I pyese. Shako Hoxha, si është atmosfera me ekipin? Skuadra është në hotel e gjitha e përqendruar për tek ndeshja, nuk është se për skuadra nuk shoh se kanë një ndryshim shumë të madh që po luajnë Beograd apo që do të luajnë Paris muaj në ardhshëm. Kështu nuk është se kanë një ndryshim shumë të madh nga ajo që mund të shikohet nga jashtë. Vetëm atmosfera tek e cila jemi, sigurisht jeni informuar edhe nëpërmjet edicioneve të kamerave, ka bërë shumë dhe ju keni diskutuar aty. Është vetëm kjo pjesa në çdo 100 metra është një policë nga e majtë, një policë nga e djathta. Ndërkohë që jeni rrethuar me shumë policë autobusi përpara shumë forca policie, realisht shumë forca policie. Shako Hoxha, veç policisë flas si është gjendja e ekipit vet, kanë më shumë emocion, kanë më shumë tension sepse është një ndeshje që duhet fituar, e shohin thjesht për tej futbollit apo janë të qetë nga kjo anë? Kam lexuar, I kam këtu biles deklarate dhe disa prej futbollistëve që vinë nga shqiptarët e Kosovës që duket që kanë tension, domethënë ndikon edhe gjithë atmosfera tjetër tek ndeshja. Tani ky është ai momenti që është pak abuzive, ku të gjithë mund ta shënojnë fantazinë edhe mund të flasin në emër të gjithë futbollistëve, se po futbollistët vetë që shikojnë nuk është se kanë në tension tjetër zakonshëm. Sigurisht brenda vetes e kanë një pjesë e mirë e tyre, sepse disa kanë lindur në Prishtinë apo Mitrovica apo diku tjetër, dhe familjet e tyre kanë emigruar pikërisht për motivin e shpërtimit të klubit, se këta janë djem trit pjesa më e madhe e tyre. Që po gjithsesi këta vetë nuk e kanë jetuar luftën, me ne përjashtim të Skurri, që ka qenë në Prishtinë
në kohën kur ishte lufta në Kosovë. Po tjerë nuk e kanë jetuar me historitë e familjeve tyre, të gjithë sigurisht e kanë brenda vetës atë ndjenjen e sfidës së sotme. Po ajo batuta që thamë fillim që me pushki mundëm, tani përvendi mundëm dhe me top, duket sikur mbizotronët e futbollistët. Mbizotronët e futbollistët? Absolutisht po mbizotronët të pjesa me marrë pas ka gjetur Bushati. I kërkojnë eroj në burë që e kuptoti. Kam Vasil Rucin këtu që ka luajtur në stadiumin e Beogradit. Kështë diçka Ruci? Po, të ati thosja vetëm një kështu. E banë më në Vasil Rucin, Shakoxha? Atë me Kaqorella, po. Jemi dy që këtu, unë e i. Po. Një kështu doja vetëm që këm në stadiumin e Beogradit të bëj Sokol Kushta. Kjo është me bukra, Vasil se mi gjenë më të bukrën, ashtu si në ndeshjen e Beogradit, që tani të regonte Kushta. Edhe atere shkoj me vones, edhe këtu erdi me vones. Është e pa besushme, atë erdi me vones dhe ti Vasil du të di shumë mirë, erdi me vones më brava të gjithë dhe ishe një ju që shënoj. Edhe sot erdi me vones për spi, por nuk e la një që s'putin fush. Nesër, do zbesin fush bashkë me të në momentin kur tjetë përpasët që sfida. Ai realisht është emocionuar që ka ardhur këtu dhe gjithë shqiptarët që vinë, se ka shumë shqiptarë që jetojnë këtu rrotull, gjithë parën që takojnë atë është. Të gjithë takojnë Kushtën, se atë mbajnë mend nga ndeshja e 87-s. Shakoxha, ekipi është i plot apo ka ndonjë mungesë? Dëmtim gjë? Jo, dhe ekipi nuk ka asnjë problem fizik, janë gjithë në rregull fizikisht. Patjetër Alban Mea që ka ardhur në grumbullim me skuadrës, do të me do e mos ishte tek ky grumbullim, pavarësisht se klubi i tij nuk e lindte, sepse nuk ishte rikuperuar plotësisht, por sot ditë që është servitur me skuadrën, edhe ai ka rikuperuar, kështu që edhe ai është prezent dhe ai është në rregull fizikisht. Kështu që problem fizike nuk ka, ashtu të gjithë e shoh që të gjithë duan të luajnë te kjo ndeshje. Askush nuk do që të qëndrojë jashtë. Kjo është një nga ato ndeshjet se që po pilini shqiptarët do luajnë me 22 jo me 11, po edhe ta që dhe 11, mendoj që dhe japin sa për 22. Dëgjova trajnerin e Serbisë, avokati, cili ishte i pagiutuar me klimën e krijuar nga shtypi dhe nga tifozët, thoshte është një ndeshje futbolli, se kuptoj këtë. Debjazi e kupton tamam çfarë është? Edhe Debjazi provon të bëjë të njëjtën gjë blend. U tregua diplomat një italian i vërtet kur në konferencën e shtypit sot tha që unë do të luaj me skuadrën më të fortë të grupit, sepse sipas renditjes time në mënyrë diplomatike thoshte Debjazi se Serbia është skuadra më e fortë e grupit. Ka drejt për rezultatet që ka arritur, sepse deri tani ka mundur Portugalinë, ka barazuar me Danimarkën, që hipotetikisht janë ato skuadrat më të forta të grupit. I bën një kompliment serbëve, por ai provon që ta largoj vëmendjen nga ajo që është në se largon dot, ndoshta për Debjazin edhe mund të largohet lehtë, po për ne jo, që kjo nuk është thjesht ndeshje futbolli. Ka tifoz që kanë mbritur ndërkohë? Ka disa shqiptar nga pjesa e Luginës Preshevës, vëllarisht janë disa që i shoh edhe në faneva të kuqe, që vinë të hodhë hotelit edhe provojnë të japin zemra apo të bashkohen ata me skuadrën. Do jenë disa, nuk e di për një numër të saktë, po shefi security i Federatës Serbe më tha që nëse do të vini 300 tifozë nga Kosova, neve do të na duhet të përdorim 10.000 policë që t'i ruanim. Jo të ruanim kosovarët, po të ruanim nga ndonjë problem që mund të fillojnë njerëzit tanë, serbët, ndaj 300 tifozëve që mund të vinin nga Prishtina. Dhe gjithë Serbia ka vetëm 15.000 policë, kështu që ne nuk mundemi dot që të ruajmë, të përdorim 10.000 policë, sepse ai mendonte që duhet t'i ruanin që ne hyrën në Serbi, gjatë ditës autostradës, kështu që mendonin që kishin nevojë për shumë policë dhe për këtë motiv nuk i pranuan që të vinin. Ca i pas kanë çuar për të ruajtur Armando Dukën sot? Nga 15.000 që kanë, që që në regull që nga. Fadil, kishe diçka? Shako në dha një lejmë shumë mirë që Serbia po e tregon vetë që e ka problemin me Serbët dhe jo me Shqiptarë. Me Serbët e kishën atës, me Shqiptarët që neve jemi okej. Shako Hoxha, sa del në pyt... Ne jemi gjithmonë okej, sepse serbët realisht e dinë që po ta kishin problemin me ne dalin në humbje, kështu që logjikisht kanë drejtë që ta kenë me njëri tjetrin. Një pyetje e fundit Shako Hoxha, kur po vija më pyeti dikush, ta pyete pak Shako Hoxhën sa del ndeshja nesër. Fitore. Atëre unë realisht nga ana profesionale më kujtohet kur unë personalisht jam bërë komentator për motivin sepse kam pasur në memorien time komentin e Vladimir Grillës në Beograd. Ka qenë komedi parë i tij dhe ai goli Kushtës ka qenë shumë emocionant për mua. Pastaj mund duket vetë këtu vezit sot siç ishte pikë kur u anoncua pavarësia e Kosovës në Prishtinë.
me Bushatin që kënë studi apo me në tjetër. Që që realisht ndroj shumë që kjo ndeshje ty një historinë e popullit shqiptar. Shpresoj shumë. Shpresoj vetëm Shako Hoxha, po bëri gol Shqipëria se mbas shpinës time është kushta, mos u utosi u utua Vladimir Grillo atë moment. Jo. E po ti di shumë që Ladi ishte çik më i qetë. Pastaj Ladi shkoi në vonesë në stadium sepse kishte marrë sokol kushta, ma tregon be sot. E morë hon dorë me xhiro nëpër dyqanin dhe pastaj shkon në stadium. Po them një gjë fezi, masat e security në këtë stadium në këtë qytet sot u bën fiks siç do të bëjnë të njëjtën kur do të vijë Putin të njëjtën këtu në Beograd. Po masat e sigurisë janë ngjashme me ato të Putinit. Po, të njëjtën masë sigurie, apo sa të bllokuar gjithë siç u bën Tiranë, për ata që ndoshta na ndjekin, siç u bën Tiranë për Papën, që u bllokuan gjithë rrugët e Tiranës, kështu u bllokuar për neve këtu. Kështu që jeni krenaria prandaj. Nga Meraku tha Bushati e kanë pasur, nuk prish në punë. Masë kujdesi. Duhet seksoj këtë që kur i respekton ke shumë njerëzit i lëvë tikën të gëzuar. Kështu që dhe neve kanë përshtypjen se po na respekton ke shumë. E fundit Shako Hoxha, formacioni ka dalë? Ja, absolutisht jo. Formacioni ka dalë. Sa të dalë do ta nxjerr në Instagram përzi. E po, gjëja parë që do bësh dhe më ço dhe një WhatsApp që ta kontrolloj Instagramin atë moment. Shako Hoxha, faleminderit, do shihem nesër. Po, një më fal, do Shako Hoxha. Jemi nesër personalisht, po të gjithë njerëzit mund na ndjekin Supersportin do fillojmë që nga ora 5. Se Tirana do jetë në festë, ashtu siç ishte në Elbasan, do ketë karet mëdha në Tiranë, në Prishtinë. Po, Shako Hoxha, ore, ekipit kombëtar i keni hequr Albania, i keni vënë digjital. Po i pas tani, nuk shkruajnë më Albania. Profesionit shqiptar ka sponsorin një produkt shqiptar që realisht kombëtar shqiptar meriton një produkt shqiptar. Ja, tani ku don. Faleminderit Shako Hoxha, mirupafshim nesër. Përshëndet gjithë, mirupafsh. Kishte diçka Krishti? Po. Do doja të bëja një koment profesional për ndeshjen e nesërme, e cila për hir të dëgjuesve dhe shikuesve duhet dim që për herë të parë Shqipëria ka një mundësi reale për të qenë pjesë e kompeticionit evropian në Francë 2016. Kjo për faktin sepse për herë të parë i mundësohet 3 ekipeve nga 5 që janë në grup, ku 3 prej tyre mund të jenë në kampionatin evropian të Francës 2016, pasi ekipi 3 do i mundësohet të jetë në play-off me një ekip të grupeve të tjera. Duke qenë se 2 sfidat e para kanë rezultuar pozitive, ndeshja e nesërme është jetike dhe decisive për të ardhmen e kalimit të këtij grupi. Por si shkojnë shqiptarët nesër në Beograd dhe sa është mundësia? Fadilit dhe Vasilit. Një sekond. Se dërdanisheve politik, po. Të lutem. Nesër kemi një ekip i cili kushton 17 milion euro për shkak të profesionit tyre dhe ekipeve ku ata konkurojnë, përballë një ekipi i cili kushton 120 milion euro të Serbisë, ku futbollistët serb luajnë në klube dhe ekipe shumë të mira se sa futbollistët shqiptar. Ata luajnë tek Chelsea, ata luajnë tek Interi, ata luajnë tek Liverpooli, ata luajnë tek Lazio, tek Borussia Dortmundit. Dhe deri tek trajneri i cili është një trajner shumë i njohur dhe i paguar 3 herë më shumë se De Biasi. Ekipi serb nesër shkon me një mbështetje nga shteti dhe qeveria serbe shumë herë më të madhe, jo në një ditë, por në disa vite dhe në disa dekada, investimi që ata kanë bërë tek serb. Edi Rama është me hernia diskale, nuk luan dot. Po, javën tjetër i shërohet hernia dhe shkon në Beograd për takuar kryeministrin serb. Nga ana tjetër, shteti serb ne duhet, për hir të vërtetës, duhet themi që duhet ta kemi zili për shkak të investimeve në vite që ka bërë për sportin në përgjithësi dhe për futbollin veçanti. Sepse sot, kombëtarja shqiptare luan me një përfaqësuese ku 90% e futbollistëve të saj janë të rritur, të edukuar, të arsimuar dhe të bërë profesionist në perëndim. Një sekundë, lutem ta mbaroj. Dhe sot, pas 25 vjetës, Shqipëria vjen në një situatë sportive ku ende kemi stadiume dhe fusha futbolli të ndërtuara që nga lufta e dytë botërore e duqes dhe vetëm nga koha e komunizmit. Për 25 vite s'kemi një stadium, një fushë futbollistike dhe tërësisht kushte negative. Prandaj, ne duhet jemi koshient që shkojmë vetëm me një moral të lartë, por tërësisht me disa disavantaje në ndeshjen e nesërme përballë. Rezikojmë të na i marrë ekipi Kosovës? Jo, ata vendosin vetë.
Ata vendosin vetë. Po, absolut. Po u futë për kompeticione Kosova? Po, Kosova do të futet kompeticione pa tjetër. Jo, pa përbirë, pa atë moment, si do vendosin në shështë? Ata është qështje tyne, mirë Ka që ne duke marë mardhonjet që Ka kemë një mundësi me që federatën të rifen shqiptare. Beograd dhe mos i marin asë njërë. Jo, unë po thonë, duke marë parasysh edhe mardhonjet që i kemë me federatën shqiptare, do mënë nuk është asë një problem, dhe ne kemi mështetjen e por, do mënë edhe gjatë ljobi. Ne si e japim... Ekzistenca dy ekipeve përfaqësuese forcimin e kombëtares shqiptare. Ky është një debat shumë i gjatë. Unë personalisht ju kam kërkuar... Vetëm një minutë. Spotet publicitare dhe kthehemi për këtë debat. Një kombëtar apo dy? Jemi kthyer sërish transmetim të drejt për drejt në këtë emision të fokusuar tek raportet tek ndeshja Serbi-Shqipëri, sikur se tham, duket se po i kalon për masat e futbollit. Preç, kishe një koment përpara se të bëjmë diçka? Jo, thuj pyetjen që për këtë. Po. Jo, më nuk kam, unë them. Se të pash ju shqetësove kur i tha Kreshniku pse nuk e le golin Fadilit. Jo, po kaloj, ose unë nuk jam dakord, absolutisht sepse. Si je dakord? Këta janë profesionistë, unë mendoj që një sportist maksimumi që mund të bëjë kur luan kundër skuadrës vendit vetë, ose nuk feston për një kosha, një gol. Dhe me këte, si thush, e la ndërgjegjen e vetë. Për te kësaj, këta janë profesionistë dhe si profesionistë do të shërbejnë atë që bëjnë. Unë mendoj kështu që Fadili, për shembull, Fadili është një... Ne kemi qenë krenar që ky luan me Jugoslavin, se du të themi. Kemi qenë për Pa diskutim, sepse ishte një futbollist me emër. Në një farë mënyrë, ky ishte ekuivalent me Bekim Femiun, po thëmë një shembull nga arti, i cili ishte po aq i njohur. Kemi pas dhe më parë në historinë tonë njerëz shumë të njohur që në thuash e kanë shkrit talentin vende tjera, drejt Aleksandr Mojsiu. Sporti ka një specifik se do ndeshët, nuk është si artisti që vetëm jemë. Dhe në këtë sens, ky boll ka bërë për vendin, sepse ka qenë ambasadori i racës, mund të themi. Dhe unë mendoj që po t'ishte Kosova, si që është sot, Fadili o do lozte me Kosovën o me Shqipërinë. S'do lozte me Jugoslavinë. Dhe kjo është një kombëtare që... Nuk është penduar Fadili që ka luajtur me Jugoslavinë, se atë mundësi ka pas atëherë. Këtë gjë që nuk duhet i shohim, ne nuk kemi pse i rrëzojmë mitet për një emocion. Unë e kuptoj atë emocionin që e kanë vuajtur shumë vete që na shënoi gol, po duhet ta marrim me sportivitet, sepse ky është profesionist dhe nofta në Vlorë nuk ka loz ashtu si që mund të lozte. Jo, më ka loz. Edhe në Vlorë ka loz. Po, ka loz aq shumë sa. Dhe kjo e dyta që ka dalë biles e Bushati, ka dalë dhe fotografi me Enver Hoxhën mas shpine. Me qenë se ma dhe fjalën. Ai ka qenë... Unë do bëja një... Ishte atje fotografia? Po ishte atje, po ishte edhe ndoshta më i adhuruar në Kosovë. E kishe një dhullëtor se nuk e dini se të shndodhë të Shqipëri. Ja, ku janë? Ore, pas ka qenë gjithë byroja atje? Po, normal. Do bëj një... Duhet se një gjë, me qenë se u fol pak më parë këtu. Kjo është një kombëtare që për mendimin tim është e vetmja gjë që reflekton atë miniaturën e bashkimit kombëtar. Do të thënë, vetëm gjë që ne kemi bashkuar është përfaqësuese. Çdo më thënë kjo? Kjo do me thënë që futbolistët duke përfituar... Do lidhemi dhe me Armando Dukun për pak. Klauzola që kanë vetë sportistët, sepse edhe vendet e tjera kanë drejt me i marë sportistët e racës tyre në kombëtare ku do ku janë. Ne shikojmë që edhe ekipet tjera i marrin nga raca tyre edhe nga Argentina tjere. Pra duke shfrytzuar këtë specifik që ka sporti, është krijuar një kombëtare që nuk është krijuar në funksion të Kosovës, por kanë spikat ato kosovarë. Po t'i kishtë Shqipëria më të mirë, unë jam i bindur që futbolistët e Shqipërisë do kishin një avantazh në krahasim me këta të Kosovës. Por këta të Kosovës kanë spikatur më shumë se sa futbolistët tonë. Dhe kjo është një kombëtare që është krijuar si e tillë. Kanë dalë më shpejt jashtë, kanë luajtur më shumë, po. Është krijuar sepse ata kanë zgjedhur të lozin me Shqipërinë, kanë pasaporta shqiptare dhe për momentin luajnë më mirë. Ka pas periudha që shumica në ekipin tonë kanë qenë shqiptarë, se kanë qenë më të mirë. Brezi... Shqiptarë janë dhe Kosovarë, se mos t'i nga të rejë, Shqiptarë janë, be është për të mirë dhe për njofë e Kosovës. Për te kësaj, tani, edhe njëherë do kisha dëshirë që kjo të shikohet nga nes paku, sepse Serbia e ka komprometu pozitën e vetë, me qëndrimin që ka mbajtur, nga ne të shikohet si ndeshje futbolli. Unë, si gjithë tjere, dëshiroj që ta fitojmë ndeshjen,
por nuk do t'ja marr as pak i natë edhe po të dalim barazim dhe do t'a pranojmë me sportivitet edhe një rezultat që nuk na pëlqen. Shiko, futboll mund ndodhin të gjitha, se kjo nuk kap se duket. Ky është ekipi i Shqipërisë i grumbulluar për ndeshjen me Serbin. Pra kemi Trit Berishën që vjen nga shqiptarët e Kosovës, kemi Lorik Canën, kemi Debatik Curin, Amir Ramanin, Mërgim Mavrajn, Emir Lenjanin, Taulant Gjakën, Alban Men, Armira Brashin, Burim Kukelin, Shkëlzen Gashin, Valdet Ramën, Herolin Shalën, nuk e di, besoj po. O mimo, ka në një nga Shqipëria që është më e mirë se këta që s'është Armando përfshirë. Vajushi, po Shqipëria, sulmin e kemi shqiptar. Pavarësisht se Salihi edhe Kaplani janë pak më të dhejnë mosh tani, edhe Cikaleshi dhe Balaj, sulmin e kemi, po ja një minut. A ka Shqipëria më të mirë që nuk janë thirrë kombëtare të pyesin Vasilin që e njeh? Vasil, po. Si e mendon? Të thosha diçka. Ata janë shqiptarë dhe nuk diskutohet që janë shqiptarë dhe përfaqësojnë kombëtaren tonë. Unë jam bërë tifoz me Serbi njerë kur loste qendër sulmues Fadili kundër Anglisë, e cila kush dilte, Jugoslavia apo Anglia. Dhe unë isha tifoz me Jugoslavët që të kualifikoheshin ata dhe të shënonte Fadili. Në më thënë, një shqiptar brenda në Jugoslavi mua më bëri tifoz në kuptimin e kësaj. Atëherë, si mos themi që gjithë ta janë shqiptarë dhe pa tjetër këta përfaqësojnë fanel. Si mos themi që këta... Këtë e ishe për tjetër gjë. Mbarohet, po. Nëse, këta përfaqësojnë Shqipërinë pa tjetër dhe lojtarë më të mirë nga këta sot në Shqipëri nuk ka. Janë të vetmi që më të losin. Fadil, pyetja që kisha unë ishte, 13 nga 22 futbolistët vinë nga shqiptarët e Kosovës, që do përfaqësojnë nesër pra do mbrojnë ngjyrat e ekipit kombëtar Shqipërisë. A ka mbi ta më shumë presion se mbi lojtarët që vinë nga Shqipëria? Pra, apo i kërkohet atyre të jenë si luftëtarët e UÇK-s, siç tha Bushati? Po dua të jesh i sinqert tu më përgjigje. Jo, mendoj që ata edhe unë nuk jam për këto ndarje që bëhen, sepse nuk janë të... Po se janë normale. Nuk janë dobishme edhe për kombëtarën e Shqipërisë. Po. Domthonë, ata kanë zgjedhur Shqipërinë, duke marrë parasysh edhe që... Dhe kanë bërë shumë mirë për hir të vërtetës. Edhe që Kosovën, domthonë, nuk është e pranuar ende ndërkombëtarisht, mirë po ju e dini domthonë edhe bashkëpunimin e dy federatave, edhe ne të gjithë edhe rastin e Jonuzajt kur ka qenë, ne i kemi sugjeruar gjithë lojtarëve tonë që të luajnë për Shqipërinë. I keni sugjeruar lojtarëve që të luajnë për Shqipërinë? Gjithsesi. Deri në momentin, ajo është e padiskutueshme dhe në asnjë moment. Është Armando, po. Nuk ka qenë në pyetje ne të thojmë dikuj mos shko ose diçka tjetër. Po sikur ju të hynin kompeticion për... Një minutë, kështë unë për atë thash, ne do të hymë kompeticion me gjithate. Mirë po, du ke marë parasysh, sa lojtar kemë na shqiptarë, pavarësisht Shqipërisë apo të Kosovës, ne kemi mundësi me bu një ekip shumë fort... Zoti Fadil, çfarë i pengon Kosovën... Lërë ekipin kombëtar, nëse kam të... Vokri, ka presion ndaj lojtarëve që vinë nga Kosova që luajnë nesër në fushë? Ja. Mendohet që në ndeshjen e Elbasanit, 8 nga 11 lojtarët në fushë kanë qenë shqiptarët të Kosovës. Ndërkohë, në ndeshjen me Serbinë, janë më shumë nën presion se lojtarët që vinë nga Shqipëria? Duke marrë parasysh çka ka ndodhur ma heret, mirë po unë për atë thash duhet të abstrahuar këto gjëra, në qoftë se dëshirojmë që ne të fitojmë ndeshjen ose të marrim një rezultat pozitiv dhe të shfrytëzojmë ato dobësi të kundërshtarit që ata kanë presion më shumë se ne. Jo, këta tonë ata kanë presion. Gjithsesi, sepse për ta nuk është një ndeshje e rëndomt, sikurse edhe pse do duhet ishte, mirë po duke marrë parasysh çka ka ndodhur në 10 vjeçin e kaluar, domthonë luftra në Kosovë, persekutime që ndoshta nga ta dhe dikush ai persekutim ka bërë që ai të arrijnë dhe të bëhet futbollist i këtyre përmosa, me qenë se kanë shkuar jashtë. Ka që kanë të afërm që janë vrarë në luftë. Kështu që unë mendoj që ata kanë, mirë po ai duhet të kthehet në një presion pozitiv dhe shpresoj që ata do t'ja arrijnë nesër qëllimit. Nuk e di nëse është Duka në lidhje drejt për drejt, është? Zoti Duka, mirëmbrëma. Pastor tani nuk e shohin më me Mirëmbrëma. Si duket atmosfera? Pyeta dhe Shako Hoxhën, po ai është më optimist zakonisht. Si është atmosfera? Po, atmosfera, ne jemi në hotel. Jo, për ekipin. Për ekipin pyes. Me zditë në gratë në kushte në të mira normale, ekipi ka bërë një stërvitje sot mos ditë në shtaf në stadiumin ku do të duhet ndeshja.
Do që si pa ndeshje, duhe përgatit ndeshje do nesër. Si janë, a është i motivuar dhe a ka mungesa ose dëmtime duka? Normal në zëndeshje, ekipi kombëtar ka pak takime dhe në zëndeshje motivimi nuk mungon, po përveç specifikat që ka kjo ndeshje, ka motivime, ka ndoshta një ngarkesë më shumë si ca loja të futbollit. Mungesa kemi Roshi i cili s'ka qenë edhe në ndeshjen e Danimarkës. Roshi prap nuk është rikuperuar, Jo, nuk është në ekipit. Nësa pjesa tjetër e cila ka qenë në ndeshjen e Danimarkës, që gjitha ndikur të samë për nëtë. Zoti Duka, kam një pyetje duke nisur nga atmosfera e krijuar. Lojtarët që vinë, pra shqiptarët e Kosovës janë ekipin tonë kombëtar, kanë më shumë presion për këtë ndeshje nga familjar, nga të afërm, nga tifozët e tyre se sa lojtarët e tjerë? Edhe a e manifestojnë këtë? Tani brenda vetës çdo njeri mund mbaj nga kesa specifike për vetë histori që ka Serbia, Shqipëria, Kosova. Por gjithsesi, futbollistët që luajnë në ekip kombëtar janë aq profesionista të tillë, ta përgatisin dhe ta duajnë të ndeshje futbolli për të marrë maksimumin në një ndeshje futbolli. Për ne kjo është shumë e rëndësishme të ndeshje futbolli, e rëndësishme për klubin e ekip, pavarësisht se kush është futboll, Serbia, Danimarka apo Portugalia. E kemi 4 pikë dhe nga duhet pikë për 8 të ta. Dhe nuk, nga keqë dhe të përdo në të nga bëjmë gjënë sportivisht. Ne pikë nga duhen për irës vërtetës, po presioni i jashtëm, shoqërimi me polici, mungesa tifozve, rrethimi hotelit me forca policore, ndikon psikologjikisht apo nuk pyet njeri për këtë fare? Okej, ka qenë në kushte të larta sigurie, realisht nuk është se kam parë në ka shumë kushte të larta sigurie. Ndoshta më ketë dhe një ndikim negativ psikologjik, po shpresoj që me hyrjen fushë në gol të arrojë diçka. Dhe do të kthehen profesionalisht në tjerë dhe të maksimum të pasojë të vitit. Kam në studio 2 futbollistë që kanë luajtur 27 vjet më parë në atë stadium, zoti Duka, zotin Vasil Ruci dhe zotin Fadil Vokri. I kam të dy këtu. Thonë që nuk e ka akustikën të mirë. Dy figura të futbollit shqiptar. Nuk do t'i ndarë ashtu si të ndarë jo studio të futbollit, jo Krapar, Vlorë, Prishtinë, po janë futbollit shqiptar dhe dy, Vasili dhe Fadili. Po më thotë, zoti Ruci... Nuk kam të në tavolinë fakt një figur të futbollit shqiptar, që ka që nuk gëllë në të. Si? Ke Sokol Kushtën? E mbanin mënd gazetar? është gjithë përë të ashtë aty në i patë dhe ditë që apo rëvo. Zoti Duka, Vasil Ruci po më thotë që akustika e stadiumit Beogradit nuk është shumë e mirë, kështu që mund mos ndihen në shtimat e tifozëve serb. Okej, fakt ai stadiumi nuk është të pëlqyer, ishte si atmosferë trishtë. Ishte si atmosfera i Jugosllavisë në stadiumi, ë? Po kështu ja ka, hotelet e tyre të Jugosllavi, stadiumet si ushtarake i kanë gjitha ata. Si ushtarake. Po gjithsesi ato kushtet e lojës ishin një ashtu që ishte një. Po, ka një pyetje të vogël zoti Spahiu, Kreshnik Spahiu, po? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Është publikuar zoti Armando që një biznesmen nga Kosova ka ofruar 1 milion euro premjen në rast fitore të Shqipërisë në Serbi. Si ka mundësi që një biznesmen, një individ tjetë më i fortë se shteti shqiptar, i cili nuk i afron asgjë shqiptarëve për fitore nesër? Realisht e kam parë në përmejnë e lajmin që thoni ju, në kësë e vërtet dëmëzante, po nuk di sa e vërtet është, një veti për të përton dhe gjatë, nuk është se ne kemi në njësit, po unë e që qitem në kësunat i majnë në do leje. Pastaj, gjithë të tjetë të shofit dhe të tyre dhe veta, ku që ndjetë. Duka, pyeta dhe Shagogjën para se t'ju falenderoj. Debjazi e kupton këtë atmosferë tensioni, sepse trajneri Serbis nuk e kupton të që pëndodhë? Unë besoj që janë mjaftueshëm profesional të dyre dhe dy avokatëve dhe zanë të Debjazi. Por të ashtë drut një shkanë favor tyre dhe duke shtrejnë atë që shojnë. Por që shojnë di shka më që të tyre pa tjere që shojnë.
Dhe e fundit Duka, ka realisht shanse Shqipëria kësa ere që dhe mund të kualifikohet, me gjithë është grupi vështirë? Grupi është shumë i vështirë, por gjithë fshirë një ashit me mend për ndeshjen e radhës, me mend për ndeshjen e Serbisë nesër, Karin Saloniki, dhe gjithë që është pozitive për ne dhe të humbja është negative. Pastaj duhet me ndërë për tjerë. Dhe me të vështrimi kërësorë e nesër nga dhe me një në pak dhe më ndjetë e nesër nga është. Zoti Duka, nesër me që unë me Zotin Bushati do vim, mund vim me bluzat e kuqe apo s'ta lejon policia? Ne mund që me bluzat kuqe pa tjerën sa duma, që si shdumë me policia duhet të tyrën e vetë, për shpërtoj që të varu. Faleminderit Zoti Duka, edhe natë të mirë. Ja, është. Faleminderit, përshëndetit të Si që shef Kreshnik s'pas ka problem, me bluzë të kuqe mund të shkojmë, nuk në nga të spon njëri. Po, apo kam përshtypjen që do dali me bluzë të kuqe nga policia. Në shkuptim. Po, në kuptimin që ka një vendim të policisë Beogradit, që gjdo tifos që do përdori simbolet shqiptare, do shoqërohet në polici. Po, është zyrtarisht apo jo? Është zyrtarisht, i cituar me drejt shefin e policisë e Zyrtare Beogradit. është që ata nuk kanë pranu, t'i kthejmë dhe njëherë, se ajo është e rëndë, nuk kanë pranu tifozën. Nuk kanë pranu tifozën? Absolutisht, është një moment shumë negativ për federatën. Nuk i kanë pranu tifozën dhe kjo është një çështje që... Sepse, Blend, ne kemi dëgju, për shumë që ndërshkohen fusha, ndërshkohen tifozë për shkak të incidenteve që ndodhin. Kjo është një ndodhë kudo. Këtu nuk ka ndodhë asgjë. Këtu është marrë një masë... Ka një ndeshje tjetër që... Kur nuk kanë kryuar tifozat shqiptar, kur nuk kanë kryuar probleme në asë një stadium të Europës. Këtu është hamencuar... Po si më 20 veta nuk shkaktojnë do të problem. Jo, shqiptarët kanë shkuar në shumë stadiume... Shqiptarët shkojnë në shumë të qofin Bayernin edhe Realin, se sa të qofin kontarën e tyre. Ne kemi ndjekur kontare shqiptare në shumë stadiume. Mos ngrej mite kotë. Po jo mite kotë. Gjysma e stadiumit në Lucer, në Zvicër, ka qenë me tifoz shqiptar. Nuk ka lidhja jo. Në eliminatorët e kaluar. Janë Zviceranët ama. Absolutisht. Zviceranë në origjinën Kur nuk janë kryuar probleme nga tifozët shqiptarë. Është një ngjarje e rëndë, po ta them dhe një herë, që është ngjarje e rëndë, jo thjesht për tifozët. Është ngjarje e rëndë në një plan shumë më të gjerë. Po, do ta pyes, po kam një moment. Kronika ka një ndeshje e cila krahasohet me këtë ndeshje për nga fryma dhe tensioni i krijuar, kronika numër 9, lutem. Kampionët e Europës janë shembur në Tiranë. Kanë qenë djemë të kontarës shqiptare ata që i kanë rikthyer në botën reale të mikluarit nga epitetet të tilla si perëndit e Olimpit. Për sa i përket mbretit Toto, do t'i duhet shumë kohë për të hequr nga mendja emrin e guerillasit komunist Qemal Stafa, emrin e stadiumit ku pati humbas shkëlqimin kurora e kampionit e Europës. Formacioni kuqezi i disiplinuar në maksimum dhe i mbështetur më shumë se kur nga atmosfera elektrizuese që ka krijuar tifozeria shqiptare, e ka filluar me blitzkrieg, luftën rrufe, duke ndëshkuar dy herë në arkun kohër të 11 minutave mbrojtjen më të mirë të europianit. Avantazhi vjen që në minutën e dytë kur Murati shënon me kokë duke përfituar nga kthimi prapa i gabuar i topit nga Kacuranis që ndodhej në presionin e minutave. Nëntë minuta më vonë Shqipëria dyfishon. Është Adrian Alije që në një gjuajtje alla Roberto Carlos shtang portieri Nikopolidis dhe gëzon shqiptarët anë mban botës. Grekët kanë kushtuar rezultatin në minutën e 38 me anë të Giannakopoulos, por Kuqezin kanë ditur të ruajnë avantazhin për pjesën e mbetur të lojës që ka zgjatur një shekull për tifozërinë shqiptare. Madje gjyqtari spanjoll Gonzales nuk ka akorduar në minutën e 72 një 11 metrash të pastër në favor të Shqipërisë, ndërsa Cana pas një sprinti të shkëlqyer i vetëm me portierin nuk ka mundur të shënojë golin e tretë. Shqiptarët të gjithë botës lumturoni, është sinjalizuar përfundimi i takimit, festa ka filluar. Bushati pak e ngjashme atmosfera me ndeshjen me Greqinë apo jo? Para ndeshja, se nuk e dim nëse do kemi të njëjtat fishek zjarre. Unë nuk e shoh shumë të ngjashme për dy arsye, sepse e kuptoj në thonjsa një lloj revanshit shqiptarëve kur ju duhet luaj me Greqinë.
Kishte diçka personale, ishte një 10 vjeçar të refugjatëve në Greqi, të trajtimit keq u bëj, të shqiptarit emigrant të pa konfirmuar. Dhe në një ndeshje me Greqin, donin të tregonin një lloj që edhe ne dim të bëjnë gjithë shka. Do me dhënë, gati 1 milion shqiptar janë identifikuar Ishte konfirmimi një digniteti dhe me ata 11 lojtarë. Në raport me Serbin, shqiptarët e Shqipërisë nuk e kanë të njëjtë ndjenjë për konfirmim. Po, janë 8 lojtarë që janë shqiptarë Kosovës. Pra, do me thënë, publiku i shqiptarëve të Shqipërisë nuk e ka këtë problem. Është më i ndjeshëm në Kosovë, janë më nacionalistë. Është më i ndjeshëm në Kosovë dhe prandaj një pjesë e madhe të presionit bie mbi ata lojtarë që janë me origjinë nga Kosova. Por si publik shqiptar nuk është e njëjta peshë. Mendoj unë si ndeshjet e vitit 2000-2004 si me Greqinë. Ajo që më bëri përshtypje Bushadi është që të pak nga konfirmimi i shtypit dhe tifozët sërbë, pavarësisht masave të sigurisë, nuk e kanë me kaq dram ndeshjen. 18.000 bileta ishin shitur nga 30.000 vende që ka stadiumi. Unë pas sot për shembull një kronik që të është Top gati Channel. diçka më shumë se gjysma, po nuk është në Merreshin disa njerëz që pyeteshin, ishin njerëz normal, njerëz që thoshin po le të vinë, ndeshja bëhet, është sport, ata kanë punë e tyre, ne tonë. Pra, çdo njeri normal, si ne këtu në studio, nuk ka nevojë për eksese. Por ka ndeshje që janë pak më sensibël, që disa grupe ultrasish, apo tifozësh, apo huliganësh, i bëjnë më aktiv. Natyrisht, që të vënë në projektorin e medjave, të vënë në projektorin e politikës, këta grupime bymehen, por ata nuk përfaqësojnë asnjë moment të tërën si Shqipërinë. Sensibilitet. Ndeshja e nesërme është tërësisht me ngarkesë 10 herë më të lartë se ndeshja me Greqinë. Për disa arsye. E para andi nesër varet fati i Shqipërisë nëse kemi shanse për kualifikim. Anën sportive, po shumë e rëndësishme. E para, ngarkesa emocionale është e madhe sepse Shqipëria kur nuk ka qenë në një kompeticion europian. Kur nuk kemi qenë në kampionat europian, kur s'kemi qenë në kampionat botëror. Ndërsa Serbia e ka një luks që ka dalë dhe nën kampion Europe, kur ka qenë ish Jugoslavia. Shqipëria emocionalisht është shumë e ngarkuar sepse një fitore nesër, një 3 pikësh nesër, absolutisht na fut sigurt në tamponin e 3 vendeve të parë. E dyta, ashtu si që emisioni ytë zonë ndaluar, për gjithë shqiptarët, jo vetëm ata të Kosovës, edhe të Shqipërisë, Beogradi dhe Serbia quhet pak a shumë zonë ndaluar dhe është krejt ndryshe nga Greqia ku hynë dalin shqiptarët, bëjnë plazh, bëjnë qef, punojnë, jetojnë e gjithë shka tjetër, pavarësisht ngarkesave politike e tjera. Por Greqia nuk është një zonë ndaluar për shqiptarët. Beogradi në tërësi ka qenë është një zonë ndaluar. Absolutisht dhe e gjithë situata, klima, është njësoj ta perifrazosh si Ismail Kadareja të libri Krushit janë të ngrirë. Pra, Sheku i kanë treguar që edhe nesër, krushit shqiptarë dhe sërbët janë ngrirë dhe ata nuk pranuan që sportit dhe ndeshja e futbollit është lidhje kanë vota këtu. Mos e kthe në propagandë tani. Është tërësisht analizë sportive. Mos e kthe në propagandë. Sporti nuk mundi të shkri akujt mes 2 popujve dhe 2 kombeve nesër. Akullin e ka thyrë Akulli cili mes grekve dhe shqiptarve është shyrë. Lidhje ka kjo Ashira sport. shqiptar që kanë ndryshu emër e fe. Kanë ndryshu etni. Shqiptarët nuk kanë pranu të martohen me një sërb. Akujt me sërbëve dhe shqiptarve janë absolutisht më të ngrirë se shqiptarët me grekët. Serbët po vjen t'i blejnë vajzat me leka ndaj nga Malësia e Shkodrës. Andi është shumë e lartë nesër se ndeshja me Greqinë. Po. Shiko si është, dhe të duhet Këte e trajtuam këtë që Federata Serbe, shteti Serb, humbi një shans të madh për mendimin tim dhe dështoi në një përpjekje për të krijuar normalitet përmes sportit. Kjo është si një bën dy. E tha. Tani në pikpamje, ne kemi detyrë pariteti jo, ne mund t'i presim ata. Ne absolutisht vetëm se jo, unë them po, shiko, themi gjë, në lidhje me ata njëherë, edhe UEFA më duket. A ka ndryer UEFA? Ata
ata do vinë këtu kur neshet mos ketë nofta shumë rëndësi. Mbas një viti do jetë. Mbas një viti e para dhe kur do dihet kush është i kualifikuar pak a shumë, po. Duhet marrë në konsiderat sensibilitetin e tifozëve tanë, po unë do të themi gjë tjetër që në pikpamje të sensibilitetit popullor, unë jam dakord me Andin që ka më shumë sensibilitet Shqipëri një përballje me Greqinë. Vendet fqinje e kanë gjithmonë këtë përballje, siç e kanë edhe qytetet fqinje. Por në Shqipëri ka më shumë sensibilitet popullor për Greqinë, arsyet nuk është vendi për t'i diskutu. Ndërkohë që ka specifika për Serbinë që prap nuk është vendi për t'i diskutuar sot, por unë do thoja, do të them këtë gjë që nuk duhet ta shikojmë si një ndeshje vendimtare, as për kualifikimin, për mendimin tim, sepse tani sa ka fillu, në rastin më të keq, Serbia bëhet si ne. Pra, rivaliteti... Në rastin më të keq, bëhet me 4 pikë sa që kemi dhe ne, po me një ndeshje më pak. E para. Në rastin më bëhet me 4 pikë dhe e dyta, ju na kujtut Greqinë. Mos harrojmë gjë se duhet të presim nga kombëtarja me gjithë dëshirat e mira, të presim atë 17 milion që thatë në fillim, se lojën, thot një shprehje, këtu e fitoni Zotit dyqanit në fund të vëdan. Këtu ka një histori kombëtare jonë, inshallah e thyen kësaj radhe që e fillon me eufori, ja ky shembull i ma kujton. Ndeshjen me Danimarkën, nishin, futeni mas shpirtime. Filloi me fitore, nalim i neshin e dytë, bijem neshin e tretë dhe përfundojmë para fundit. Ja, shive. Ermir Lenjani. Shumë futbollisti mirë, Fadil, e? Po. Kysh nga Presheva? I është zakonshëm. Ka 2 ndeshje që i bën shumë të... Edhe kjo, shive. Ti bëjmë një koment kësaj ndeshje? Edhe kjo këtu. Një koment shkurtër. Kjo ishte si penaltia jote, Fadil. Po mos t'ishe bë goli. Ishte penalti mirë, por referi dhe për parësi. Ja dha vazhdim. Kush e pati fajin këtu? Faj është një moment për para, pa dy nga trimi mbrojtësit me portierin. E në momentin që doli Berisha. Ajo e qorientoj, gjithi utoj. Loriku s'ka faj, Fadila? Nuk ka faj Loriku. E ngarkojnë kot me faj, se t'gjova që thoshin. Oshtë edhe një prekje tupit pa dosht, dhe i ndronë drejtimin, kështu që ato gabimet janë të mundshme. E ke par ekipin tonë, do të bëj një pyetje ty dhe Druci. Si shpjegohet që fundin e lëshojmë gjithmonë? Po mendoj që ekipi Danimarkës gjatë të ndeshjes ka posë posedimin e topit, dhe ekipi i ynë ka shpenzuar shumë energji pa top. Po, mbuluar, po. Djathtas, majtas gjatë tërkohës, dhe mendoj që fundin është e pa mundur që mos të lëshoj koncentrimi pas një shpenzimi të energjisë të tillë. Kishin më të dhasë energjit e Danimarkës? Po mendoj që kanë shpenzu shumë, sepse Danimarka ma shumë e ka pas posedimin e topit, dhe mendoj që problemi kyç i yni, po 60 e sa, po vrapimet e ekipit kombëtar kanë qenë pa top praktikisht. Fadil, i ke parë ndeshjet e Shqipërisë gjithmonë? Po. Gjithmonë. Ky me aq sa mbaj mendun dhe me njohjet e mia modeste për sportin, duket kombëtarja më e mirë që ka pas ndonjëherë Shqipëria. Po mendoj që kjo është një punë në kontinuitet, sepse ju e dini që në eliminatorët e kaluara, ne praktikisht 2-3 ndeshjet e fundit kemi hupur hopin për të shkuar në kampionatin botror. Dhe mendoj që... Mos ma lëviz foton që kemë brapa. E fillojmë mirë, kryojmë iluzione, nalim i neshin e dytë, bim të e treta, këtë fmit do të thyë Shqipëria. Deri sa ne kemi luftuar deri 2-3 ndeshjet e fundit nuk janë iluzione. Sepse... Po, me... Fadil, Lenjani, luan me St. Gallen, e? Po, mendoj që nga ona e majtë është shumë një bek model, ofanziv, kështu ka qenë në... Mund të them, me qenë se e kem posë edhe përmendëm më heret, beku i parë në atë ku Faredin Jusufi, cili e ka promovu lojnë ofanzive, në atë ku në Ajaxit, ku ka qenë me Partizan, dhe mendoj që ndoshta është njëri ndër... është dhe i rinë, moshave? Po, edhe mendoj që është njëri ndër mbrojtësit më të mirë, sidomos në planin ofanziv. Kombinoj dhe me Gjakën. Vasil? Unë do të thoshe me... Duhet t'jesh shqiptari, apo i vetëm që i ka bërë gol Barcelonës? I kam bërë 2 unë. I ka bërë 2 të Barcelonës? Si 2? Si mbani mëndi. Gola. Gola 2. Po pse të 2 ti bërë? Një në Vlorë, një në atje.
Bërë edhe atje, po, 4-1. Pa, atërë, shkoj do të smeri. 4-1, po bëri dhe dikush një gol tjetër, kush e bëri? Sokoli e bëri Sokol gol. Kushta e bëri këtu në ndeshjen e kthimit. Tua 1-0. 2 gola Barcelonës. Po, pëse qa. Se shumë nga këta të rritë nuk e din që i ke bërë gol Barcelonës. Të shikon kështu pa flokë, prandaj vëmë Si që më tha njëri, ke bërë në Facebook, i thash, Facebook i kam bërë. E di që do të thoshe me... Kompetenti që atër ingeli. Kompetenti ingeli, po. Do të thoshe me Danimarkën një gjë. Jo se bie nga gjendja fizike e ekipit shqiptar. Qëndron ajo që thot Fadili që Danimarka posedoi më shumë topin. Dhe ka një logjik. Në një ndeshje futbolli, ai që posedon më shumë topin, rritet nga momenti në moment psikologjikisht. Se ku duke u takuar sa më shumë me topin, rritesh psikologjikisht. Kurse ekipi kundërshtar që nuk takon shumë topin, fillon e rrëzohet psikologjikisht dhe rrëzohet njëkohësisht dhe fizikisht. Kjo është arsyeja, jo se s'janë mirë fizikisht. Vetëm element që mungoi ishte qarkullimi i topit tek ekipi. Është i mirë si ekip? Është ekipi fort, është ekipi fort, ekip që rinë e kualibër gjatë gjithë kohës, ditë mbroj shumë mirë, jemi pak të rrezikshëm në sulm. Pak të rrezikshëm? 5 sulmus kemi. Me nxirr dhe njëherë ekipin, 5 sulmus. Kaq sulmus nuk ka pasur kur Shqipëria. A ke 5 rezerva? Ma nxirr pak tabelën. Ja ku i ke. 5 sulmus. Bekim Balaj me gjithat gol. Është i ri ndoshta. Cikaleshi mu duk shumë mirë në ndeshje. Sali i mirë është ndoshta pak. Edhe Kaplani dhe Sali janë pak a shumë një mosh. 82-84 më duket. Armando Vajushin se kam parë akoma. Po mirë jemi. Odise Roshi luan sul. Edhe Gashi shpesh. Odise Roshi shalf. Është trekuartist më shumë, po të bësh 2 bashk nga ata. Të bësh 2 bashk ata në kombëtare janë nuk losdon. Pse? Sepse janë të 2 tore. Kemi problem sul. Kemi problem, fillom taktikën tani edhe. Lere, mos e zjarë. Kush të pëlqen më shumë nga kombëtare? Kush duket më i miri? Nga futbolistët? Nga futbolistët? Armando nuk e pusim. Jo, si futbolist. Berisha mua më... E triti? Absolutisht, sepse pati bërë një ndeshje jashtëzakonisht shumë të bukur me Portugalin. Çdo ndeshje ashtu luan. Çdo ndeshje ashtu. Çdo ndeshje ashtu luan. Po bëri edhe një gaf me Danimarkën që absolutisht gaf do keq sepse duke pasur mbrojtje shumë. Pa pasojë. Pa pasojë. Berisha është okej, Ruci? Berisha për mua është lideri ati ekipi, për mua. Është lideri ati? Lideri, ka garanci ekipi totale poshtë mrapa. Po i ftot duket. Shumë i ftot, shumë i thjesht, organizator shumë i mirë. Është organizator nga mrapa. Dikur e shplodh ekipin, dikur e fut në ritëm e ekipin, është portier për mua. Shqyqyr që trukimet i bën me Edi Ramën, janë ndeshjet zyrtare. Këtë se di. Tani, 5 minutë për çështjen e kombëtares, kishe një pyetje për... Po, kisha një para se të fut spotet publicitari, po. Nuk pata mundësi që kur ishte edhe zoti Duga, ne kemi adresuar zbashku edhe me kapitenin e kombëtares, zotin Lorik Cana, 2 qëndrime publike dhe zyrtare, e para që mos ketë një përfaqësuese të Kosovës, të shtetit Kosovës, po të ketë një përfaqësuese, një kombëtare, duke qenë se jemi një komb, ndoshta jemi rast sui generis, jemi një komb, disa kombëtare. Dhe kjo do vi një moment që do e dëpsoj shumë përfaqësimin shqiptar. Nga ana tjetër, çfarë mund të bëhet për të rritur cilësinë e sportit dhe futbollit në Shqipëri, mundësia o të realizojmë një ligë, pra të kemi një kampionat, ose nëse nuk realizohet se nuk e pranon UEFA, ashtu siç e ka Skocia me Anglinë dhe me Walesin, të paktën të kemi një superkup. Pra kup ku të ndeshen përfaqësuese Prishtina me Tiranën apo Prizreni me Shkodrën, derisa të shpallet se kush do të jetë kampionja e Shqipërisë, më falni, fituesja e kupës së Shqipërisë. Dhe sigurisht që kjo do të rriste mundësinë ashtu si në art apo shumë fusha të tjera që të bashkojmë energjitë, kapacitetet dhe gjithçka tjetër. Ka pas një hezitim ku pala e Tiranës thotë që vjen nga Prishtina, pala Prishtinës ja hedh faturën Tiranës dhe kështu me radhë. Jo, as se si, as nuk ekziston ajo, nuk qëndron, sepse as nuk vjen nga Prishtina, as nga Tirana. Në pikëspori, kur është dollë kjo në opinion, e më duket ka potur debate edhe këtu në këtë studio, mendoj që ma shumë ka qenë demagogji, si andej edhe këndej, sepse ne duhet të kemi të qartë, derisa nuk pranohet Kosova në instanca ndërkombëtare, këtu janë të paralizueshme. Po pse e krijuat kombëtaren atëherë? Për tërhequr element dhe kapacitetet cilat
mund të qajnë gjithë burimet njerëzore dhe talentet shqiptare gjysmë Kosovë, gjysmë Shqipëri. Treguar tjerë që është shtet, se duan të formojnë shtetin. Po shtetin e kanë këta, s'është nevojë të kenë dhe kombëtare në futboll. Jo, kur e ki shtetin do ta pas kombëtare. Absolutisht po. Absolutisht. Ne jemi shtet që nuk kemi waterpolo. Maqedonia që s'ka det ka waterpolo. E bëre pyetjen. Mos e krijoni fare kombëtaren e futbollit. E bëre pyetjen. A më ju përgjigj? Patjetër. Unë vetë po them, janë dy gjëra këtu esenciale. Për pa u pranu Kosova në instancat ndërkombëtare, nuk mund të bëhet bashkimi as ligës, as i kombëtarës. Po i kupës? I kupës as... Çfarë pengon? Çfarë pengon Prishtinën? Kup jo zyrtare. Jo zyrtare, unë po flas. Po zyrtare, ma çfarë pengon Prishtinën? Jo në kampionat, në kupë. Po kupa zyrtare, po kupa është një që kupa është kompeticion i një shteti, si që është kupa e Shqipërisë, kupa e Kosovës, kupa e Anglisë, kupa... Mirë po unë po them, kur është bërë pyetje dhe kur është hedhur kjo në debat, ne kemi thonë sa i përket dy federatave, këtë do të bëjmë për 24 orë. As na duhet neve për... Qarë do bëni, që të keni dy kombëtare apo një? Një. Bashkimi, kur ju të bëni një legislacion, një parlament, dhe një qeveri. Pra në qoftë se kemi dy qeveri, do kemi dy kombëtare. Absolutisht. Absolutisht po. Kjo është e zgjidhje ti kreshtik në ato firmat që fillove të mbledhesh. O zotri, po jo nuk është detyrim që ju të keni kombëtare. Absolutisht. Dhe ky është mendim personal që keni. Po jo, nuk është sepse gjithë lojtarët e kombëtarës që janë shqiptar nga Kosova mendojnë ndryshe nga ju. Tani atë që zbëre do të vetja kërkon Fadilit. Ky nuk është mendimi im personal. Unë po ta shpjegoj. Unë po ta shpjegoj ti s'po don me kuptu. Unë po them, i është UEFA, organi më i lartë në Europë. Ne i përkasim konfederatës e UEFA. Se duhet kesh përfaqësues të kombëtarë. Vokri, bashkohu bëu një shtet, bëjmë një kombëtar. Premtoj e ka gabim. Ke firmat e referendumit, mos ja kërko ti. Shqipëria nuk ka kombëtare të waterpolit. Tani, o që dorë nga përgjithësia jote dhe i waterpolit, Maqedonia ka kombëtare të waterpolit, ndonse s'ka det. Po ç'bëj? Asgjë nuk e pengon këta, që kanë shtet, të njëfën nga OKB-ja, po mos kenë kombëtare. Mos kenë kombëtare, mërë zotri. Po ndërum. Në qofë se ka mundësimi më dëgju, deri në fund. Pra unë të dëgjoj deri në fund. Unë e po të them, ti si po thu kështu, ne duhet jemi shtet edhe kur gjë tjetër. Se duhet kesh kombëtare futbollit ti si Kosovë. Po jo çdo shtet ka kombëtare më futbollit. Ka çdo shtet. Gabim. Se ne s'kemi waterpolo. Pse s'kemi handball? Ajo çështje shtetit. Pse duhet kesh me domosdoshmëri? Po duhet kem, pse nuk kem? Po pse nuk heqim dorën ne nga kombëtarja ta ketë Kosova? Po pse që të përfaqësohen nga një flamur, një kom, një flamur, një kombëtar. Jo të kenë 5 flamur. Je i vetmi precedent në gjithë Europën, një kom, disa kombëtare. Ma gjej një rast. Po ma gjej një. Një minutë. O Kreshtik, po heqim ne dorë nga kombëtarja le po më gjej një rast, po të them një kom që ndahen disa kombëtare. Ma gjej një rast. Po një. Po nderum. Po. Unë vetëm nëse ka mundësi, po ti nuk po don me kuptu. Unë të mora rastin. Pse s'kemi ne handball dhe waterpolo? Ajo është problemi i shtetit. Pra, nuk është problem. Pra, Shqipëria nuk e ka detyrim. Kishe diçka me kështu. Shteti Kosovës mu pranu, atëherë mund të vjedhër të bashkimi shumë letë. Edhe unë për atë thashtë, edhe në këtë studio, kër është debatu, ajo ka qenë një demagogji. Po lëre më bashkimi politik është gjithë tjetër. Janë dy gjëra të ndryshme. Ti në qovë se dëshiron, mos me marë, vesh ajo është për çështje jotja. Unë po ta shpjegoj ti s'po don me kuptu. Se serioze mos. Po serioze po ta thosh mirë. Tash ti je politikan se bashkon dot. Unë po them. I thua Fadilit se nuk bashkohesh ti. Ndarja politike nuk të pengon në bashkimin futbollistik, po të thënë. Janë dy gjëra të ndryshme. Bashkimi futbollistik po ndodh. Unë ty nuk po di ç'është më ta shpjegoj. Nxirë edhe një herë tabelën, nxirë edhe një herë tabelën e ekipit. Po u pranu Kosova. Kuptohet. Po u pranu Kosova nuk mund të ketë bashkim. Definitiv. Një ligë. Po mos e krijo fare më kombëtaren. Se po qanë talentet, po ikin cak të i ca ndej. Shive tani. Apo thua tani, urdro. Të Kosovës i kemë shumë të gjysë. Po nëziri dhe përfaqësuesën e Kosovës. I kemë shumë të gjysë. Nëziri dhe tjetër. Dizjo, veç, qofë se më ndërshë më ndëgju edhe pak, qofë se keni dërem. Unë s'po ju kuptoj fora ju,
Ne pse me bu kombëtare. Ne jemi... Jo, më ti të kuptosh... Po, prita mbarojo o kështu kështite. mendimi personal. Kështu mendojnë shumica e kolegëve Zoti Vokri, po, një minutë të mbarojo. Po, Zoti Vokri. Nderuam, cilët kolegë, unë e po të kuptoj... Kolegët e tu, më. Po jo, mërë kolegë... Lorik Canat ka dalë të ka kërku ndryshet, ka thënë mbyll kombëtar. Po, çdo respekt... Ata ka kërku Lorik Canat. Se kam kërku unë. Po, nderuam, çdo respekt atina. Ajo është vendimi tina. A është profesional. Është një vendim shtet... A është profesional. Ajo është profesional. Ne kemi kjo është çështje më komplekse. Ky është vendim shtetëror i Kosovës, që duhet ketë përfaqësuese, që të duhet lobojmë. Unë jam i lumtur. Po e keni gabim, po të them. Ai është mendimi yt. Ajo është mendimi yt. Se kemi kërkuar ne të bëjmë shtet. Ti thua Kosovës bëu shtet, po mos i ushtrot drejtat e tua si shtet. Mos ndërtoj ki futbollin, mos bëj këtë se duam ta marrim, s'ka sens. Që kemi një kombëtare, le të bëhen 2 shtetet, një dhe luj me një kombëtare. Do bësh 2 gjysma që nuk vlejnë. Ja, nuk është ashtu. Po s'kjo s'është logjike. Nuk është ashtu. Më mirë kemi një që shpërfaqësoj. Jo, unë ta tash çfarë të drejtë mund të thuash ti 2 milion shqiptar me Kosovë që rrini. Profesional, sportiv. Ti thoni ashtu, unë nuk them ashtu. Ne kem kapacitete të mëdha dhe talent të mëdha që mujmë me bëu 2 kombëtare. Një shumë të fortë edhe për Kosovën. Po s'ka fuqi Gjermania të bëjmë. Kam bledh Gjermania, kam bledh Polake, Turqia, i kam bledh nga gjithë bota me bëj kombëtare. Ne jemi një kombë shumë i vogël, bëjmë 5 kombëtare. Ajo është mendimi yt. Po jo se s'është normale. Jeni shumë lart realitetit të këtyre gjërave. Bushat. Ndodh shpesh këtu, në këtë studio sidomos, që për ato që s'realizojnë vetë, ja kërkojmë tjerëve. E themës fundit, 3 herë jenë nisë. Po se s'ma leta mbaraj. 3 herë në zë, tani e theme zë. Po. Dakor. Aty do shkove në Morin, gjithë shqiptarët janë kreshnik, do mbledh firma, ti bashkoj. Po të kishe realizuar ti qëllimin tënd, diskutonim as për federatën e waterpolit, as për federatën e futbollit. Po ju votuat Dulen, kish pëlqenit Vajgjel Dule, është problemi juj. Mirë, tani se tash unë s'ka marrë për votë. Se s'ka më kohë. Nuk po na prish as një punë e federatës. Ne po bëjmë politik, ne po bëjmë bisedë. Jo, ti po bën politik. Nën dojtarë të kesh nesër informacion, ne prejardhje nga Kosova. Nuk është ky problem. Ajo nuk është ashtu, nuk është ashtu. Shqiptarët duhet të kenë një kombëtar. Pavarësisht se kanë 2 shtete, 3 shtete, apo... Po ajo është mendimi yti. Sepse në gjithë politikat europiane, mundohen, madje t'jenë kozmopolit, që i mbledhin nga gjithë kombet e tjera. Po ti si e kozmopolit? Francezët i kanë gjysma, i kanë afrikan. Anglezët i kanë gjysma të afrikan. Po ju nuk jeni kozmopolit. Një minutë, Nuk mundemi të kemi emigrant, po edhe këtë... Ju ke promovoni një politik kosmopoliti, po ju nuk jeni kosmopolit. Po nuk është normale kjo që po bëjmë, se ndajmë... Nuk është, shiko, nuk është sfida kryesore e Kosovës kjo për mendimin tim. Kosova ka, se hapet politikisht tani çështja. Kosova ka një sfidë që të njifet nga i numër një aftushëm shtetës që të njët nga OKB-ja. Prej këti momenti, Kosova fillon një histori të re dhe aty që të gjithë ne mund të fillojmë një diskutim të ri, sepse Kosova njët si shtet në organizatat ndërkombëtare, mbasi ka arrit një numër të caktuar njohësh. Unë mendoj se Kosova ka ndjek një politik drejt që personalisht i fton gjithë futbolistët kosovar që të zgjedhin Shqipërinë. Ata që janë talente. Kjo është e drejtë. Pra, de facto, kombëtarja e gjithë kombit ekziston. Më tej, për mendimin tim, nuk mund të kërkohet, sepse këto kanë një tjetër përparësi tani. Këta duhet njëherë, dhe pastaj fillon diskutimi tjetër. Jo, po s'mund ta privosh të shqiptarët e Kosovës nga ekipi tyre kombëtar si koncept. Jo, koncepti nuk është... Ata kur të kenë shtetin e tyre... I krejti i kalushëm, pa asë një problem, dhe më unë këtu të lejtorëve. Unë e vesh po them... Jo, vetëm një pyetje kam, Zoti Bokri. Në qoftë se 2 federatat e njohura tashmë, jo kështu që ne bëjmë, vendosin të krijojnë një ekip për bashkët futbollit, funksionon. Po, absolut. Fadil, dëgjoj. Po unë çfarë do munonam? Po unë apo munonam me shkrim. Është kjo një vjet që më mirë. Në kërkesën që ne kemi bërë Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Federatës Kosovës Futbollit, e kemi pas të firmosur dhe nga presidenti i Prishtinës. Presidenti i Prishtinës nga kam shtetë dhe ka thënë, Federata e Shqipërisë dhe Federata Kosovës bëhet pengesë që Kosova fali Prishtina të marrë pjesë në kampionat. Shqiptarë që luan nesër në Beograd. Ashtë mendim profesional apo jo remzim? Po nuk është, kush është ai bre? Ashtë e vërtet apo jo? O nderuam, unë Fadil, ashtë e vërtet. Ashtë e vërtet që Prishtina ka kërku. Po ajo është demagogji, o njeri.
Po demagogji se nuk... E Prishtinës. Ata ka kërku klubi Prishtinës. O nderuam, e kërkon... Ata ka kërku apo jo? Apo lëndikon me folë apo jo? Në qovë se... Po, dakor. Po apo jo? Një pyetje... Ata ka kërku Prishtinës. Po, për ta mbaroj Le se bëm propagandë kota... Propagandë ka kërku Prishtina. Ma ka kërku edhe Graçanica. Ata ka kërku. Graçanica ma ka kërku. Pra se kam kërku vetëm unë. O nderu, ma ka kërku Graçanica. Gjithë Prishtina ta ka kërku. Po ta ka kërku. Po Graçanica me kërku me shku me lumë Serbi. Kupto? Po. Tani të mësuj. Ti nuk i kupton këto gjëra. Mësuj për këtu tani. Dëgjoj tani. Unë nuk e kam kryer. Se ata e konsiderojnë që është pengesë FSHF-ja dhe FK. Ajo është problemi tyne, atyne... Politike kanë, apo profesional? Ata nuk janë profesionale. Unë e para të thash, këtu është hedhur ajnë debat dhe është demagogji. Pa u pranu Kosova në instanca ndërkombëtare. Asnjë klub dhe asnjë kombëtare nuk mund më u bë bashkë. Nuk mund marrë vendime. Absolutisht. Një pyetje. Nuk e kanë ilegale kombëtare. Vetëm a je i gatshëm ti? Po, mbaroj, po prit. Është shumë e thjeshtë. Po nëse Shqipëria pajis me pasaportë shqiptare të 22 lojtarët e Prishtinës. Jo, ajo është problem. Atëherë let na pajis këtë shqiptarë dhe s'ka Kosovë. Po s'ka fal problemi s'ka. Ajo është më mirë. Po merri vendim politik i paraqit gjithë me pasaportë. Ti nuk po ki durim me dëgju. Unë po të them. Kosova kur të pranohet, realizimi i një kombëtare është për 24 orë kryhet. Apo kupton tash? Një pyetje, Vokri. Kosova do se Prishtina mendon ndryshe nga ju. Prishtina, ato janë çështje individuale të njerëzve që nuk merren vesh. Në kemi një ekip kombëtar. Unë vetëm një po them. 13 shqiptarë të Kosovës, 9 shqiptarë të Shqipërisë. Po ç'është gabim? Po ky ekip është miks, po ke 2 more. Si ke 2 more? Po ke edhe të Kosovës. Kosova s'është kompeticion. Kanë eksperimental. Bokri, në kombëtarën e Kosovës, je i gatshëm marrë shqiptarë të Shqipërisë? Po normal. Unë për atë po thom, avantazhi i 2 kombëtare është ata që s'mujnë me lunë Shqipëni, lujnë Kosovë. Anasjeldas janë të dyja, normal. Kombëtari A, kombëtari B. Ruci, dhe një pyetje kisha, se harrova. Kush i ka bërë golat e Partizan e Beogradit? Mirë ti ja ke bërë Barcelonës. Një ka bërë Iliadhi, e mbaj mend. Një ishte autogol. Po, tjetri, autogol, i dyti. Dhe pastaj kushta në Beograd. Unë mendoj 2 kombëtare dhe 1 zëmër. 2 kombëtare dhe 1 zëmër. Atëherë u falenderoj 6 ftuarit, do kalojmë spotet publicitare me njëherë mbas tyre. Do ndiqni material filmik që rrëfen për deklaratat e lojtarëve shqiptarëve të Kosovës që luajnë ekipin kombëtar për këtë ndeshje, emocionet e tyre, vendet nga vinë si dhe një mesazh promocional. Me njëherë mbas spoteve publicitare, ndërkohë unë uroj natën e mirë dhe mirupafshim nesër mbrëmje, duke ju uruar sa më shumë fat dhe padyshim sukses ekipit kombëtar në ndeshjen e nesërme me Serbinë. La gioia della fatica. Vetëm e ju mund ta bëjmë ëndrrën realitet. Ju jeni lojtari 12. Ju dua me vete. Ëndrrën e bëjmë së bashku. Vetëm e ju ne do fitojmë. Ju jeni shpirti dhe zemra Kuqezi. Kuqezi je ti. Një fatate e nxehtë, kështu është cilësuar përballja në futboll mes Serbisë dhe Shqipërisë, ku inatet historike tashmë kanë zbritur në fushën e blertë. Ku ajo që bie më shumë në sy në këtë ndeshje është sfida e deklaratave të lëshuara nga lojtarët kosovar, kombëtarës shqiptare kundrejt asaj serbe, ku nga 22 lojtarë të grumbulluar për ndeshjen me Serbinë, 12 prej tyre janë me origjinë kosovare. Djem të cilët janë lindur në Kosovë, janë rritur në Mërgim, por që nuk i kanë harruar vuajtjet e persekutimit serb. Alban Meha luan për Paderbornin në Bundesligën gjermane. Origjina e tij është nga Drenica e Kosovës, në një familje e cila ka dëshmorët e saj. Specialiteti i tij janë gjuajtjet e lira, ku ka shënuar shumë të tilla. Një të tillë është shprehur për mediat, lutet ia sjell fati edhe në ndeshjen me Serbinë. Taulan Xhaka, vllai i vogël i Xhakës së Madh të Zvicrës, ka lindur në Basel të Zvicrës, por familja e tij është nga Podujeva e Kosovës. Edhe pse nuk ka jetuar në Kosovë, Xhaka di shumë për historinë e persekutimit të familjes së tij, kur thotë se do të luftojnë me jetë kundër Serbisë dhe do ta bëjnë krenar Shqipërinë dhe Kosovën me këtë ndeshje.
Ermir Lenjani është autori i atij goli të mrekullueshëm me Danimarkën. Ai ka lindur në Prishtinë në vitin 1989. Edhe familja e tij, si shumë kosovarë të tjerë, është detyruar të migrojë në fillim të viteve 90 në Zvicër. Edhe Lenjani në deklaratat e tij është shprehur se do të jap 200% në ndeshjen me Serbinë. Lorik Cana, kapiteni kombëtarës së Shqipërisë, është një tjetër lojtar me origjinë kosovare, i cili është rritur në migrim. Familja e tij është në origjinë nga Gjakova. Ai është larguar nga Kosova në vitin 1990 në moshën 7 vjeçare për shkak të trazirave që kishin përfshirë Kosovën ato vite. Ashtu si Burim Kukeli, një tjetër lojtar kosovar i kombëtarës së Shqipërisë, i lindur në Gjakov, por që në moshën 4 vjeçare, familja e tij detyrohet të lërë Kosovën, ku të gjithë së bashku kanë premtuar se ndeshja me Serbinë është ndeshja e tyre, ku do të bëjnë të pamundurën të nderojnë Shqipërinë, por dhe të gëzojnë Kosovën. La gioia della fatica. Vetëm me ju mund ta bëjmë ëndrrën realitet. Ju jeni lojtari 12. Ju dua me vete. Ëndrrën e bëjmë së bashku. Vetëm me ju ne do fitojmë. Ju jeni shpirti dhe zemra Kuqezi. Kuqezi je ti.